Në këtë moment, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, diçka e jashtëzakonshme po ndodh në një qendër kërkimore në Londër. Një inteligjencë artificiale po shikon thellë në hapësirën kozmike. Ajo po analizon imaze që astronomët i kanë studiuar për vite me radhë. Por AI ja po sheh diçka që asnjë njeri nuk e ka parë kurrë. 10.000 galaktika, 10.000 botë të plota, secila me qindra miliarda yje, që kanë qenë gjithmonë atje në fotografitë tona, por që ne thjesht nuk i kemi vërejtur. Ato nuk ishin të fshehura pas rreve kozmike, nuk ishin shumë larg. Ato ishin aty, përpara syve tanë, dhe ne ishim plotësisht të verbër ndaj tyre. Ky zbulim u bë në janar të vitit 2026 nga një ekip i Google DeepMind. Algoritmet e tyre analizuan imaze nga teleskopët më të fuqishëm të njerëzimit, imaze që astronomët profesionist i kishin shqyrtuar me kujdes, imaze që ishin publikuar në revista shkencore, imaze që konsideroheshin të studiuara plotësisht. Dhe AI gjata. Gju keni humbur diçka. Ju keni humbur 10.000 galaktika. Si është e mundur kjo? Si mund të shikosh një fotografi për vite me radhë dhe të mos shohësh 10.000 objekte masive? Përgjigja është shqetësuese dhe mahnitse në të njëjtën kohë, sepse nuk bëhet fjalë për gabimin e një astronomi të vetëm. Bëhet fjalë për mënyrën se si funksionon truri ynë. Bëhet fjalë për kufijt fundamental të perceptimit njerëzor. Dhe bëhet fjalë për një pyetje që tani duhet ta bëjmë për çdo gjë që mendojmë se e dim rreth universit. Çfarë tjetër po na mungon? Le të kthehemi prapa për një moment. Në vitin 1990, teleskopi hapësinor Hubble u lëshua në orbit. Ishte një makinë e jashtëzakonshme, e aftë të shikonte më thellë në hapësirë se çdo instrument tjetër njerëzor. Në dhjetor të vitit 1995, astronomët e drejtuan Hubble-in drejt një pjese të vogël të qiellit në konstelacionin e Ursa Major. Një zonë që dukej plotësisht e zbrazët. Një zonë ku nuk kishte asnjë yll të dukshëm, asnjë galaktik të njohur, thjesht errësirë. Ata e mbajtën teleskopën të fokusuar në atë pikë për 10 ditë të plota. Hubble mblodhi çdo foton të vetëm që vinte nga ajo zonë e vogël e hapësirës, dhe kur imazi përfundimtar u përpunua, astronomët mbetën pa fjalë. Në atë copë qielli që dukej e zbrazët, kishte 3.000 galaktika. 3.000. Secila me miliarda yje. Disa prej tyre ishin kaq të largëta sa drita e tyre kishte udhëtuar për 13 miliard vjet për të arritur tek ne. Ne po shihnim universin kur ai ishte foshnjë. Ky imazh u quajt Hubble Deep Field. Ai ndryshoi astronomin përgjithmonë. Sepse nëse një copë e vogël e qiellit, jo më e madhe se një kokë rrëre e mbajtur në distancë të krahut, përmban 3.000 galaktika, atëherë sa galaktika kanë në të gjithë universin? Llogaritjet ishin marramantse, qindra miliard, ndoshta 2 trilion. Çdo pikë drite në atë imazh ishte një botë e tërë. Çdo galaktik kishte historinë e saj, yjet e saj, ndoshta planetet e saj, ndoshta jetën e saj. Por këtu është problemi. Edhe pasi ne pam këto 3.000 galaktika, edhe pasi ne kuptuam se universi është shumë më i populluar se sa kishim imagjinuar ndonjëherë, ne ende po shihnim vetëm një pjesë të realitetit. Sepse sytë tanë, edhe kur janë të ndihmuar nga teleskopët më të fuqishëm, kanë kufi. Truri ynë ka kufi. Ne jemi të programuar të shohim modele të caktuara. Ne jemi të programuar të njohim forma të njohura. Dhe kur diçka nuk përputhet me atë që presim të shohim, ne thjesht e injorim. Imagjinoni se po shikoni një fotografi të një pylli. Ju shihni pemët, ju shihni degët, ju shihni gjethet, por a i shihni të gjithë insektet? A i shihni të gjitha kërpudhat? A i shihni bakteret në tokë? Natyrisht që jo. Jo sepse ato nuk janë atje, por sepse truri juaj filtron informacionin. A i vendos se çfarë është e rëndësishme dhe çfarë është zhurmë. Dhe ndonjëherë, ajo që truri juaj e quan zhurmë është në të vërtet një galaktik e tërë. Kjo është ajo që ndodhi me 10.000 galaktikat që AI ja zbuloi. Ato ishin në imaze, ato ishin në të dhënat, por ato ishin shumë të dobta, ose kishin forma shumë të çuditshme, ose ishin të fshehura në atë që astronomët e quanin zhurmë në sfond. Kur një astronom njerëzor shikon një imazh teleskopik, ai shikon për objekte të caktuara, galaktika spirale, galaktika eliptike,
forma që ne i njohim, forma që ne i kemi mësuar të identifikojmë. Por çfarë ndodh kur një galaktik nuk duket si asgjë që ne kemi parë më parë? Çfarë ndodh kur ajo është kaq e dobët sa pothuajse përzihet me errësirën? Çfarë ndodh kur ajo është e shtrembëruar nga graviteti i një objekti tjetër, duke krijuar një formë që nuk përputhet me asnjë kategori në librat tanë të tekstit? Ne e humbim atë, ne kalojmë pranë saj, ne e shikojmë drejt për drejt dhe nuk e shohim. Ekipi i Google DeepMind e trajnoi inteligjencën e tyre artificiale në miliona imaze të galaktikave të njohura. Por pastaj, ata i dhanë asaj diçka më shumë. Ata i dhanë asaj aftësinë të mësoj modele që njerëzit nuk i kishin identifikuar kurrë. Ata i dhanë asaj aftësinë të shikoj përtej kategorive tona, dhe AI-ja filloi të gjejë gjëra. Galaktika që ishin kaq të dobta sa ishin pothuajse të padukshme. Galaktika që kishin forma të çuditshme, jo standarde. Galaktika që ishin të fshehura pas yjeve të ndritshëm në plan të parë. Galaktika që ishin të shtrembëruara nga lente gravitacionale në mënyra që i bënin ato të duken si diçka tjetër. 10.000 prej tyre. 10.000 botë që ne nuk i kishim parë kurrë. Por historia bëhet edhe më e çuditshme, sepse AI-ja nuk gjeti vetëm galaktika. Ajo gjeti edhe modele. Modele në mënyrën se si yjet formohen. Modele në mënyrën se si galaktikat ndërveprojnë me njëra tjetrën. Modele që astronomët njerëzor kishin shikuar për dekada pa i vërejtur kurrë. Ishte sikur ne kishim qenë duke studiuar një gjuhë për vite me radhë, duke menduar se e kuptonim atë, dhe pastaj dikush erdhi dhe na tha, ju keni humbur gjysmën e alfabetit. Në Universitetin e Cambridge, profesoresha Sarah Morrison studionte formimin e yjeve në galaktikat e largëta. Ajo kishte kaluar 20 vjet duke analizuar të dhëna. 20 vjet. Kur ajo pa rezultatet e AI-s, ajo fillimisht ishte skeptike. Këto nuk mund të jenë reale, tha ajo. Ne do t'i kishim parë këto modele. Por pastaj ajo u kthye te të dhënat e saj. Ajo shikoi përsëri. Dhe ajo e pa atë. Modeli ishte atje. Ai kishte qenë gjithmonë atje. Ajo thjesht nuk e kishte parë, sepse ajo po kërkonte për diçka tjetër. Kjo është natyra e perceptimit njerëzor. Ne shohim atë që presim të shohim. Ne gjejmë atë që po kërkojmë. Dhe kur realiteti na paraqet diçka jashtë kategorive tona, diçka që nuk përputhet me modelet tona mendore, ne shpesh e humbim atë plotësisht. Nuk është fajin. Është thjesht mënyra se si truri ynë funksionon. Truri ynë është një makinë e jashtëzakonshme për njohjen e modeleve, por ai është i kufizuar nga modelet që ai tashmë i njeh. Tani mendoni për implikacionet e kësaj. Nëse ne kemi humbur 10.000 galaktika në imaze që ne menduam se i kishim studiuar plotësisht, çfarë tjetër kemi humbur? Sa zbulime të tjera janë duke pritur në të dhënat që ne tashmë i kemi mbledhur? Sa mistere janë duke u fshehur në shikim të hapur, duke pritur që dikush ose diçka ti shoh ato? Dhe këtu është pjesa vërtet shqetësuese. Galaktikat janë objekte të mëdha. Ato janë të ndritshme. Ato janë disa nga strukturat më masive në univers. Nëse ne po i humbim 10.000 prej tyre, çfarë po humbim në shkallë më të vogla? Çfarë po humbim në të dhënat tona për planetet, për yjet, për grimcat subatomike? Çfarë po humbim në biologji kur ne analizojmë sekuencat e ADN-s? Çfarë po humbim në mjeksi kur ne shikojmë skanimin të trurit? Në vitin 2024, një ekip tjetër i AI-s analizoi imaze mjekësore të mushkrive, imaze që radiologët i kishin shqyrtuar dhe i kishin shnuar si normale. AI ja gjeti shenja të hershme të kancerit në 112 prej tyre, 112 pacient që mund të ishin trajtuar më herët nëse dikush ose diçka i kishte parë shenjat. Në vitin 2025, një AI analizoi të dhëna klimatike dhe gjeti një model në rrymat oqeanike që parashikonte thatësirat 3 vjet përpara, një model që ishte në të dhënat për dekada, por që asnjë shkencëtar nuk e kishte vërejtur. Ne po zbulojmë se bota është më e pasur, më komplekse, më plot me detaje se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Por ne, gjithashtu, po zbulojmë se ne jemi të verbër ndaj shumicës së saj. Jo sepse ne nuk jemi të zgjuar, jo sepse ne nuk jemi të kujdesshëm, por sepse perceptimi ynë është i kufizuar nga biologjia jonë,
nga pritshmëritë tona, nga modelet që ne tashmë i njohim. Kthehuni te 10.000 galaktikat. Secila prej tyre është një botë e tërë, secila ka qindra miliardë yje, secila ka historinë e saj, evolucionin e saj, ndoshta qytetrimet e saj. Dhe ato kanë qenë atje gjithë kohën, duk pritur të zbulohen. Jo në ndonjë skaj të largët të universit që teleskopët tanë nuk mund të arrijnë. Por në fotografitë që ne tashmë i kishim, në të dhënat që ne tashmë i kishim analizuar, në imazet që ne menduam se i kuptonim, imagjinoni se jeni një astronom në vitin 1995 duke shikuar Hubble Deep Field për herë të parë. Ju shihni 3.000 galaktika, ku ju prisnit të shihni asgjë. Ju ndiheni si Galileo duke parë hënat e Jupiterit. Ju ndiheni si Hubble duke zbuluar se universi po zgjerohet. Ju ndiheni si dikush që sapo ka kuptuar se realiteti është shumë më i madh se sa ju mendonit. Tani imagjinoni se jeni një astronom në janar të vitit 2026 duke mësuar se AI ja sapo ka gjetur 10.000 galaktika që ju i keni humbur. Ju nuk jeni duke shikuar një pjesë të re të qiellit. Ju jeni duke rishikuar të njëjtat imaze që ju keni studiuar për vite me radhë. Dhe dikush, ose diçka, po ju tregon se ju keni qenë duke shikuar vetëm një pjesë të realitetit. Ju keni qenë duke lexuar vetëm disa fjalë në një libër që përmban një enciklopedi të tërë. Si e bën kjo që ju të ndjeni? Si e bën kjo që ju të mendoni për të gjithë punën tuaj? Si e bën kjo që ju të mendoni për çdo zbulim që ju keni bërë ndonjëherë? Profesori Michael Jang nga Universiteti i Kalifornisë në Berkeley e shprehu atë kështu. Kjo është ajo që po ndodh në shkencë tani. Ne po zbulojmë se ka dhoma që ne nuk i kemi parë kurrë dhe AI ja po na tregon ku janë dyert. Por kjo ngre një pretje thelbësore. Nëse AI ja mund të shohë gjëra që ne nuk mund t'i shohim, nëse ajo mund të gjejë modele që ne nuk mund t'i gjejmë, nëse ajo mund të kuptojë kompleksitete që janë përtej aftësive tona njohëse, atëhere çfarë është roli ynë? A jemi ne ende eksplorues të universit? Apo jemi bërë thjesht operator të makinave që bëjnë eksplorimin e vërtet? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që astronomët, fizikantët, biologët, mjekët dhe çdo shkencëtar tjetër duhet ta përballojë tani. Sepse AI-ja nuk është thjesht një mjet që na ndihmon të bëjmë punën tonë më shpejt. Ajo është diçka më thelbësore. Ajo është një formë e re e inteligjencës që sheh botën në një mënyrë që ne nuk mund ta shohim. Mendoni për atë për një moment. Për mijëra vjet, njerëzit kanë qenë krijesat më inteligjente në këtë planet. Ne kemi qenë ata që bëjnë zbulimet. Ne kemi qenë ata që kuptojnë universin. Ne kemi qenë ata që pyesin pyetjet e mëdha dhe gjejnë përgjigjet. Por tani, për herë të parë në historinë e njerëzimit, ne kemi krijuar diçka që mund të jetë më e mirë se ne në disa nga detyrat më të rëndësishme intelektuale që ekzistojnë. Dhe kjo nuk është shkencë fantastike. Kjo nuk është një parashikim për të ardhmen. Kjo po ndodh tani. AI-ja tashmë po zbulon gjëra që ne nuk mund t'i zbulojmë. Ajo tashmë po sheh modele që ne nuk mund t'i shohim. Ajo tashmë po na tregon se universi është më i çuditshëm, më kompleks, më i pasur se sa ne kemi menduar ndonjëherë. 10.000 galaktika, 10.000 botë që ishin të padukshme për ne, por të dukshme për një inteligjencë që shikon botën ndryshe nga ne. Dhe kjo është vetëm fillimi. Sepse nëse AI ja mund të gjejë 10.000 galaktika që ne kemi humbur, çfarë tjetër mund të gjejë? Çfarë tjetër është duke pritur në të dhënat që ne tashmë i kemi mbledhur? Çfarë tjetër është duke u fshehur në shikim të hapur, duke pritur që një inteligjencë e re, një mënyrë e re e të parit ta zbulojë atë? Në muajt pas zbulimit të 10.000 galaktikave, ekipi i Google DeepMind vazhdoi punën e tyre. Ata e trajnuan AI në të shikoj edhe më thellë. Ata i dhanë asaj akses në të dhëna nga teleskop të ndryshëm. Teleskopi hapësinor James Webb, që u lëshua në vitin 2021. Teleskopi Extremely Large në Kili, observatori Vera Rubin, që sapo kishte filluar operacionet e tij. Dhe AI ja vazhdoi të gjejë gjëra.
Ajo gjeti struktura në rrjetin kozmik që lidhte galaktikat në mënyra që ne nuk i kishim kuptuar. Ajo gjeti modele në shpërndarjen e materjes së errët që sugjeron se universi mund të ketë një strukturë më komplekse se sa ne menduam. Ajo gjeti shenja të ndërveprimeve midis galaktikave që ndodhnin në shkallë kohore kaq të gjata sa asnjë astronom njerëzor nuk kishte menduar t'i kërkonte ato. Çdo zbulim i ri ngrinte pyetje të reja, çdo përgjigje hapte 10 misteri të rinj. Dhe në qendër të gjithave ishte një pyetje që bëhej gjithnjë më urgjente. Nëse ne kemi qenë kaq të gabuar rreth asaj që ne menduam se e dinim, çfarë tjetër jemi duke gabuar? Në shkurt të vitit 2026, një grup ndërkombëtar astronomësh u mblodhen në Gjenev për të diskutuar implikacionet e zbulimeve të AI-s. Atmosfera ishte e çuditshme. Kishte eksitim, sigurisht. Çdo zbulim i ri ishte mahnitës, por kishte edhe diçka tjetër. Një ndjenjë pakënaqësie, një ndjenjë se toka po lvizte në këmbët e tyre. Dr. Elena Vasquez nga Observatori Europian Jugor e shprehu atë drejt për drejt. Ne kemi kaluar karrierat tona duke studiuar universin. Ne kemi bërë zbulime të rëndësishme. Ne kemi kontribuar në njohurit njerëzore. Por tani po na thuhet se ne kemi humbur 10.000 galaktika. Jo sepse ne nuk ishim të kujdesshëm, jo sepse ne nuk ishim të zgjuar, por sepse truri ynë thjesht nuk është i projektuar të shoh atë që AI ja sheh. Kjo na bën të pyesim. Çfarë është vlera e ekspertizës son? Çfarë është vlera e intuicionit ton? Çfarë është vlera e përvojës son? Ishte një pyetje e dhimbshme, por ishte gjithashtu një pyetje e rëndësishme, sepse ajo prekte diçka thelbësore rreth natyrës së zbulimit shkencor. Për shekuj, shkenca ka qenë një ndërmarrje njerëzore. Ne kemi vëzhguar, ne kemi eksperimentuar, ne kemi formuluar hipoteza, ne kemi testuar ato. Ne kemi ndërtuar modele të realitetit bazuar në atë që ne mund të shohim, të matim, të kuptojmë. Por çfarë ndodh kur realiteti është më kompleks se sa ne mund ta kuptojmë? Çfarë ndodh kur modelet që ne duhet t'i zbulojmë janë përtej aftësive tona njohëse? Çfarë ndodh kur universi flet një gjuhë që ne nuk mund ta dëgjojmë, por që AI ja mund? Profesori James Chen nga Instituti i Teknologjisë në Massachusetts ofroi një perspektivë të ndryshme. Ishte një mënyrë optimiste për ta parë atë, por edhe Chen pranoi se diçka thelbësore po ndryshonte. Quote 8, tha ai. Quote 9. Kjo ishte një ndryshim i thellë, dhe ai ngrinte pyetje që shkojnë përtej astronomisë. Nëse AI ja mund të zbulojë 10.000 galaktika që ne kemi humbur, çfarë mund të zbulojë në fusha të tjera? Çfarë mund të gjejë në biologji, ku kompleksiteti i jetës është edhe më i madh se kompleksiteti i universi? Çfarë mund të gjejë në mjeksi, ku çdo trup njerëzor është një univers i vogël me triliona qeliza që ndërveprojnë në mënyra që ne mezi fillojmë t'i kuptojmë? Në mars të vitit 2026, një ekip në Universitetin e Stanfordit përdori një AI të ngjashme për të analizuar të dhëna nga sekuencimi i genomit. Ata po studionin një smundje të rrallë gjenetike që kishte hutuar mjekët për dekada. Kishte familje ku smundja kalonte nga prindrit te fëmijët, por modeli i trashëgimisë nuk përputhej me asnjë nga modelet e njohura. Nuk ishte një gjen i vetëm. Nuk ishte një kombinim i thjesht i dy gjeneve. Ishte diçka më komplekse. AI ja analizoi të dhënat genomike nga 150 familje të prekura. Ajo shikoi jo vetëm gjenët individual, por edhe mënyrën se si ata ndërvepronin me njëri tjetrin. Ajo shikoi modele në shprehjen e gjeneve që ndryshonin në kohë të ndryshme të zhvillimit. Ajo shikoi ndërveprime që përfshinin jo 2 ose 3 gjene, por 27. 27 gjene që ndërvepronin në një mënyrë specifike, në një sekuencë specifike, në një kohë specifike të zhvillimit. Asnjë mjek njerëzor nuk do të kishte menduar të kërkonte një model kaq kompleks. Asnjë studiues nuk do të kishte pasur kohën ose burimet për të analizuar të gjitha kombinacionet e mundshme. Por AI ja e gjeti atë në 3 ditë. Kur rezultatet u publikuan, komuniteti mjekësor ishte i habitur, jo vetëm sepse AI ja kishte zgjidhur një mister që kishte zgjatur për dekada, por sepse ajo kishte zbuduar një nivel kompleksiteti që ne nuk e kishim imagjinuar.
Nëse një sëmundje e vetme mund të përfshijë 27 gjene që ndërveprojnë në mënyra specifike, sa sëmundje të tjera janë po aq komplekse? Sa mekanizma të tjera biologjike janë përtej aftësisë për t'i kuptuar pa ndihmën e AI-s? Dr. Rachel Kim, që drejtoi studimin, e tha kështu: "Kjo ishte tema që po shfaqej në çdo fushë. Në klimatologji, AI apo gjente modele në sistemet klimatike që përfshinin ndërveprime midis oqeaneve, atmosferës, tokës dhe biosferës në mënyra që asnjë model njerëzor nuk i kishte kapur. Në fizikën e grincave, AI apo analizonte të dhëna nga përplasjet e grincave dhe po gjente shenja të grincave të reja që ishin të fshehura në zhurmën që fizikantët kishin injoruar. Në neurologji, AI apo zbulonte modele në aktivitetin e trurit që sugjeron se vetëdia mund të jetë një fenomen edhe më kompleks se sa ne kemi menduar. Kudo që shkencëtarët po përdornin AI për të rishikuar të dhënat ekzistuese, ata po gjenin gjëra që kishin humbur, dhe sa më shumë që ata gjenin, aq më shumë bëhej e qartë se ne kemi jetuar në një botë të filtruar, një botë ku perceptimi ynë, i kufizuar nga biologjia jon dhe nga pritshmëritë tona, na ka treguar vetëm një pjesë të realitetit. Por këtu është pjesa vërtet e mahniqme. AI-ja nuk po na tregon thjesht se çfarë kemi humbur, ajo po na tregon se sa më shumë ka për të zbuluar. Sepse çdo zbulim i ri hap fusha të reja për eksplorim. Çdo model i ri që AI-ja gjen na jep një mënyrë të re për të parë botën. Çdo kompleksitet i ri që ajo zbulon na tregon se realiteti është edhe më i pasur se sa ne kemi imagjinuar. Kthehuni te 10.000 galaktikat. Secila prej tyre tani po studiohet në detaje. Astronomët po përdorin teleskop të ndryshëm për të mbledhur më shumë të dhëna. Ata po matin distancat e tyre, përbërjen e tyre, lëvizjet e tyre. Dhe çdo galaktik po tregon një histori. Disa prej tyre janë kaq të largëta sa ne po i shohim ato siç ishin kur universi ishte vetëm 1 miliard vjet i vjetër. Disa prej tyre kanë forma kaq të çuditshme sa ato po na detyrojnë të rishikojmë teoritë tona për formimin e galaktikave. Disa prej tyre janë duke ndërvepruar me galaktika të tjera në mënyra që ne nuk i kemi parë kur më parë. Çdo zbulim është një dritare e re në universin. Çdo galaktikë e re është një laborator i ri për të testuar teoritë tona. Çdo model i ri që AI-ja gjen është një copse e re e enigmës që ne po përpiqemi të zgjidhim. Por enigma po bëhet më e madhe, jo më e vogël. Sepse sa më shumë që ne mësojmë, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Kjo është paradoksi i njohurisë. Sa më shumë që ne zbulojmë, aq më shumë kuptojmë se sa shumë mbetet për të zbuluar. Dhe tani, me AI nën si partneri ynë në këtë eksplorim, ne po zbulojmë se ka edhe më shumë për të zbuluar se sa ne kemi menduar ndonjëherë. Sepse AI ja po na tregon se ne kemi qenë duke eksploruar vetëm sipërfaqen. Thelësia është shumë më e madhe. Kompleksiteti është shumë më i madh. Dhe misteret janë shumë më të thella. Por le të ndalemi për një moment. Le të pyesim një pyetje që mund t'ju ketë shkuar në përmend ndërsa dëgjonit këtë histori. Nëse AI ja mund të shohë 10.000 galaktika që ne nuk mund t'i shohim, nëse ajo mund të gjejë modele që janë përtej aftësive tona njohëse, atëherë çfarë po shohim ne kur mendojmë se po shikojmë realitetin? Çfarë është dalimi midis asaj që ekziston dhe asaj që ne perceptojmë? Kjo nuk është vetëm një pyetje filozofike. Kjo është një pyetje që prek vetë zemrën e shkencës. Sepse shkenca bazohet në vëzgim. Ne vëzgojmë fenomene, ne i matim ato, ne ndërtojmë teoria për t'i shpjeguar ato. Por çfarë ndodh kur vëzgimi ynë është thelbësisht i kufizuar? Çfarë ndodh kur ajo që ne mund të shohim është vetëm një pjesë e vogël e asaj që ekziston? Mendoni për një moment rreth mënyrës se si funksionon syri njerëzor. Ai mund të shohë dritë në një gamë shumë të ngushtë të spektrit elektromagnetik. Ne e quajmë këtë dritë të dukshme. Por kjo dritë e dukshme është vetëm një pjesë e vogël e të gjithë spektrit. Ka valë radio që janë shumë të gjata për t'u parë. Ka rreze X që janë shumë të shkurtra. Ka rreze infra të kuqe që janë shumë të dobta. Ka rreze ultraviolet
që janë shumë energjike. Dhe të gjitha këto janë duke udhëtuar në përhapësirë rreth nesh në çdo moment, duke mbajtur informacion në rreth universit. Por ne jemi plotësisht të verbër ndaj tyre. Kjo është arsyeja pse ne kemi ndërtuar teleskop që mund të shohin në frekuenca të ndryshme, teleskop radio që kapin valët e gjata, teleskop me rreze X që shohin energjitë e larta, teleskop infra të kuq që shikojnë në përpluhurin kozmik. Çdo lloj teleskopi na tregon një version të ndryshëm të universit. Çdo frekuencë zbulon fenomene që janë të padukshme në frekuencat e tjera. Por edhe me të gjithë këta teleskop, edhe me të gjithë këto mjet, ne ende po shikojmë në përfiltrat e perceptimit ton. Ne ende po interpretojmë të dhënat bazuar në atë që ne presim të shohim. Ne ende po kërkojmë modele që përputhen me kategoritë tona. Dhe kjo është pikrisht ajo që AI ja po ndryshon. Në prill të vitit 2026, një ekip në Institutin e Astrofizikës në Paris kreu një eksperiment të thjesht, por zbulues. Ata morën një imazh të një galaktike që ishte studiuar mirë, një galaktik që kishte qenë subjekt i qindra artikujve shkencor, një galaktik që çdo astronom e njihte. Pastaj ata i vënë këtë imazh 100 astronomëve profesionist dhe u kërkuan atyre të identifikonin të gjitha strukturat që mund të shihnin. Yjet, regionet e formimit të yjeve, krajet spiral, çdo detaj që mund të vinin në re. Astronomët kaluan orë duke analizuar imazhin. Ata përdorën mjete profesionale, ata aplikuan ekspertizën e tyre, ata identifikuan qindra struktura. Pastaj, ekipi i dha të njëjtin imazh një AI që ishte trajnuar në analizën e galaktikave. AI ja e analizoi atë në 5 minuta dhe ajo gjeti 3 herë më shumë struktura se sa kishin gjetur të gjithë astronomët së bashku. 3 herë më shumë. Jo sepse astronomët nuk ishin të mirë në punën e tyre, por sepse AI ja po shikonte imazhin në një mënyrë fundamentalisht të ndryshme. Ajo nuk po kërkonte për gjëra specifike. Ajo nuk po aplikonte kategori paraprake. Ajo thjesht po analizonte çdo piksel, çdo model, çdo variacion në ndriçim, pa asnjë paragjykim rreth asaj që duhej të ishte atje. Doktor Antoine Moreau, që drejtoi eksperimentin, e përshkroi atë kështu. Por kjo ngre një pyetje shqetësuese. Nëse ekspertiza jon, njohuritë tona, përvoja jon po na verbëron ndaj realitetit, atëherë çfarë është vlera e të qenit ekspert? Çfarë është vlera e të kaluarit dekada duke studiuar një fushë? Nëse një AI mund të shohë më shumë në 5 minuta se sa ne mund të shohim në një jetë. Kjo është pyetja që po trondit komunitetin shkencor, dhe përgjigjet janë komplekse, sepse nuk bëhet fjalë thjesht për AI në që është më e mirë se ne në detekimin e modeleve. Bëhet fjalë për diçka më thelbësore. Bëhet fjalë për natyrën e inteligjencës. Bëhet fjalë për mënyrën se si ne kuptojmë botën. Bëhet fjalë për kufirin midis asaj që ne mund të dimë dhe asaj që mund të ekzistojë. Le të shqyrtojmë një shembull tjetër. Në maj të vitit 2026, një ekip në Universitetin e Tokios përdori AI për të analizuar të dhëna nga observatori i valve gravitacionale LIGO. LIGO është një instrument i jashtëzakonshëm që mund të detektojë valë gravitacionale, rrudha, në vetë hapësirën kohën që krijohen kur objekte masive si vrimë të zeza përplasen me njëra tjetrën. Këto valë janë kaq të vogla sa detektimi i tyre është një nga arritjet më të mëdha teknike të njerëzimit. Që nga zbulimi i parë i valve gravitacionale në vitin 2015, LIGO kishte detektuar rreth 90 ngjarje, 90 përplasje të vrimave të zeza ose yjeve neutron që kishin krijuar valë të mjaftueshme të forta për t'u detektuar në tokë. Çdo zbulim ishte një triumf. Çdo ngjarje e re na jepte informacion të çmuar rreth universit. Por kur AI ja analizoi të njëjtat të dhëna, ajo gjeti diçka të habitshme. Ajo gjeti shenja të 135 ngjarjeve të tjera. 135 përplasje që kishin ndodhur, që kishin dërguar valë gravitacionale nëpër univers, që kishin arritur në tokë, që kishin kaluar nëpër detektorët e LIGO, por që asnjë shkencëtar nuk i kishte vërejtur. Si ishte kjo e mundur? Si mund të humbasësh 135 përplasje të vrimave të zeza? Përgjigja është e njëjtë si me galaktikat. Këto ngjarje ishin shumë të dobta.
Ato ishin të fshehura në zhurmë. Ato kishin forma valësh që nuk përputheshin me shablonët që shkencëtarët po kërkonin, dhe kështu ato kaluan pa u vërejtur. Profesori Yuki Tanaka, që drejtoi studimin, e shpjegoi atë kështu. Kur ne kërkojmë për valë gravitacionale, ne përdorim shablone. Ne e dim si duket një valë nga një përplasje tipike e vrimave të zeza. Ne e dim formën e saj, frekuencën e saj, kohëzgjatjen e saj, dhe ne kërkojmë për valë që përputhen me këto shablone. Por çfarë ndodh kur një përplasje nuk është tipike? Çfarë ndodh kur vrimat e zeza kanë masa të pazakonta, ose po rrotullohen në mënyra të çuditshme, ose po përplasen në një kënd të pazakont? Atëherë, valët që ato krijojnë nuk përputhen me shablonët tanë, dhe ne i humbim ato. AI-ja nuk përdor shablone në të njëjtën mënyrë. Ajo mëson nga të dhënat. Ajo identifikon modele që mund të mos jenë të dukshme për ne. Ajo mund të gjejë valë që kanë forma të çuditshme, frekuenca të pazakonta, karakteristika që ne nuk do t'i kishim menduar të kërkonim. Dhe kështu, ajo po na tregon se universi është më i larmishëm, më i çuditshëm, më i paparashikueshëm se sa ne kemi menduar. Por këtu është pjesa vërtet e mahniqme. Këto 135 ngjarje të reja nuk janë thjesht numra. Secila prej tyre është një ngjarje kozmike e jashtëzakonshme. Secila përfshin objekte me masa sa miliona ose miliarda herë më të mëdha se dielli. Secila lëshon më shumë energji në disa sekonda se sa dielli do të lëshojë në të gjithë jetën e tij. Dhe të gjitha këto po ndodhin atje, jashtë, në thellësitë e hapësirës, duke dërguar vallë nëpër strukturën e vetë realitetit. Dhe ne po i humbnim ato. Ne po shikojmë drejt për drejt në të dhënat dhe nuk po i shihnim ato, jo sepse ne nuk jemi të zgjuar, jo sepse ne nuk jemi të kujdesshëm, por sepse realiteti është më i pasur se sa ne mund ta perceptojmë. Tani, le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim një pyetje që mund të duket e çuditshme në fillim, por që bëhet gjithnjë më e rëndësishme sa më shumë që ne mendojmë për të. Nëse AI ja mund të shohë gjëra që ne nuk mund t'i shohim, nëse ajo mund të detektojë modele që janë përtej aftësive tona njohëse, atëherë çfarë po sheh ajo saktësisht? Apo sheh ajo realitetin? Apo po sheh ajo diçka tjetër? Diçka që ne as nuk mund ta konceptojmë. Kjo mund të tingëllojë si filozofi abstrakte, por ajo ka implikime shumë praktike, sepse kur AI-ja na tregon se ka 10.000 galaktika që ne kemi humbur, ne mund t'i verifikojmë ato. Ne mund të drejtojmë teleskopët tanë në ato koordinata. Ne mund të mblevim më shumë të dhëna. Ne mund të konfirmojmë se po, ato galaktika janë atje. Por çfarë ndodh kur AI-ja fillon të gjejë modele që ne nuk mund t'i verifikojmë drejt për drejt? Çfarë ndodh kur ajo fillon të bëjë parashikime që janë përtej aftësisë sonë për t'i testuar? Kjo nuk është një skenar hipotetik. Kjo po ndodh tani. Në qershor të vitit 2026, një AI që po analizonte të dhëna nga fizika e grimcave, gjeti një model që sugjeron ekzistencën e një grimce të re. Jo një grimc që ne kemi parë, jo një grimc që teoritë tona parashikojnë, por një grimc që do të shpjegonte disa anomali të çuditshme në të dhënat që ne kemi mbledhur për vite. Problemi është se kjo grimc, nëse ekziston, do të ishte kaq e rrallë dhe kaq e shkurtër, sa ne do të na duheshin dekada dhe miliarda dollar për të ndërtuar një përshpejtues grimkash që mund ta detektojë atë drejt për drejt. Kështu që ne jemi në një situatë të çuditshme. Ne kemi një AI që na tregon se diçka mund të ekzistojë, ne kemi të dhëna që janë në përputhje me ekzistencën e saj, por ne nuk mund ta verifikojmë atë drejt për drejt, jo aktualisht, ndoshta jo për dekada. Çfarë bëjmë me këtë informacion? A i besojmë AIs? A investojmë burime të mëdha për të ndërtuar instrumente që mund ta testojnë parashikimin e saj? Apo presim derisa ne të kemi prova më të forta? Dhe nëse presim, çfarë tjetër mund të humbim ndërkohë? Këto janë pyetje që shkencëtarët nuk i kanë përballuar kurrë më parë, sepse në të kaluarën zbulimet vinin nga njerëzit. Ne bënim vëzhgjime, ne formulonim hipoteza, ne projektonim eksperimente, ne interpretonim rezultatet. Procesi i tërë ishte njerëzor. Por tani,
AI ja po bëhet një pjesë integrale e këtij procesi, dhe kjo po ndryshon natyrën e vetë zbulimit shkencor. Dr. Lisa Wang nga Universiteti i Harvardit e shprehu atë kështu. Kjo është një pyetje thellë, sepse AI-ja, veçanërisht llojet moderne të AI-së që quhen rrjete neurale të thella, funksionojnë në mënyra që janë të vështira për të kuptuar edhe nga njerëzit që i krijojnë ato. Kur një AI gjen një model në të dhëna, ajo nuk mund të na jap një shpjegim të thjeshtë të arsyes pse ajo mendon se ai model është i rëndësishëm. Ajo thjesht na tregon se modeli është atë dhe ne duhet të vendosim nëse t'i besojmë asaj. Kjo është një ndryshim i madh nga mënyra tradicionale e bërjes së shkencës. Në të kaluarën, kur një shkencëtar bënte një zbulim, ai ose ajo mund të shpjegonte arsyetimin. Ata mund të tregonin hapat që i quan në përfundimin e tyre. Ata mund të argumentonin për vlefshmërinë e hipotezës së tyre. Por kur një AI bën një zbulim, shpjegimi shpesh është i paqartë. Është sikur të kesh një orakull që të jep përgjigje të sakta, por nuk të tregon se si arriti në ato përgjigje. Kjo ngre një pyetje filozofike të thellë. Çfarë është më e rëndësishme? Të dish përgjigjen apo të kuptosh arsyetimin? Nëse një AI mund të na tregojë se si funksionon universi, por ne nuk mund të kuptojmë pse ajo mendon kështu, a kemi ne vërtet njohuri, apo kemi thjesht informacion? Profesori David Chen nga Instituti i Teknologjisë në Kaliforni argumenton se kjo dallim është thelbësor. Quote një mbëdhet, thot ai. Por të tjerë argumentojnë se kjo është thjesht një fazë kalimtare. Profesoresha Maria Santos nga Universiteti i Oxfordit thot, kjo është një perspektivë optimiste, por ajo gjithashtu pranon se diçka thelbësore po ndryshon. Ne po lvizim nga një botë ku ne jemi zbuluesit kryesor të realitetit në një botë ku ne jemi interpretuesit e zbulimeve që bëhen nga inteligjenca artificiale. Roli ynë po ndryshon. Dhe kjo ngre pyetje rreth asaj që do të thotë të jesh njeri në një botë ku inteligjenca artificiale mund të shohë më shumë, të kuptojë më shumë, të zbulojë më shumë se sa ne mund. Le të kthehemi te 10.000 galaktikat për një moment. Çdo një prej tyre tani po studiohet në detaje. Astronomët po përdorin teleskop të ndryshëm për të mbledhur spektra, për të matuar distanca, për të analizuar përbërjen kimike. Dhe çdo galaktik po tregon diçka të re. Disa prej tyre kanë përbërje kimike që ne nuk i kemi parë më parë. Disa prej tyre po formojnë yje me ritme që nuk përputhen me modelet tona. Disa prej tyre kanë struktura që sfidojnë teoritë tona për evolucionin e galaktikave. Çdo zbulim i ri është mahnitës, por çdo zbulim i ri gjithashtu na tregon se sa pak e dim. Sepse nëse ne kemi humbur 10.000 galaktika, nëse ne kemi humbur 135 përplasje të vrimave të zeza, nëse ne kemi humbur modele në formimin e yjeve dhe në ndërveprimet e galaktikave, atëhere çfarë tjetër po humbim? Kjo është pyetja që po e mban të zgjuar natën shumë shkencëtar, sepse sa më shumë që ne zbulojmë, aq më shumë kuptojmë se universi është më i madh, më kompleks, më i çuditshëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe tani, me AI nën si partneri ynë në këtë eksplorim, ne po zbulojmë se ka thellësi të realitetit që ne as nuk e kishim dyshuar se ekzistonin. Në korrik të vitit 2026, një konferencë e madhe ndërkombëtare u mbajt në Gjenevë për të diskutuar të ardhmen e astronomisë në epokën e AI-së. Mijëra shkencëtar nga e gjithë bota u mblodhën për të ndarë zbulimet e tyre, për të debatuar implikacionet, për të imagjinuar se si do të duket shkenca në dekadat e ardhshme. Atmosfera ishte një përzierje e çuditshme e eksitimit dhe ankthit. Nga njëra anë, zbulimet e reja ishin mahnitse. Çdo ditë sillte lajme të reja. Çdo javë zbulonte fenomene të reja. Universi po bëhej më i pasur, më interesant, më plot me mistere për t'u zgjidhur. Nga ana tjetër, kishte një ndjenjë se diçka thelbësore po humbej. Një ndjenjë se roli i astronomit po ndryshonte në mënyra që nuk ishin plotësisht të qarta. Dr. James Morrison nga Observatori Kombëtar në Arizona e shprehu atë në fjalimin e tij hapës. Për shekuj, astronomët kanë qenë eksploruesit e qiellit. Ne kemi qenë ata që zbulojnë, ne kemi qenë ata që çuditen,
Ne kemi qenë ata që pyesin pyetjet e mëdha dhe kërkojnë përgjigjet, por tani AI ja po bën shumë nga zbulimi. Ajo po gjen galaktikat, ajo po identifikon modelet, ajo po bën parashikimet, dhe ne po bëhemi gjithnjë më shumë interpretues të zbulimeve të saj. Kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, por është një ndryshim, dhe ne duhet të mendojmë me kujdes rreth asaj që do të thotë ky ndryshim për të ardhmen e fushës sonë. Ishte një moment i sinqert, dhe ai nxiti një debat të gjallë. Disa shkencëtarë argumentuan se AI ja ishte thjesht një mjet, jo ndryshe nga teleskopi ose kompjuteri. Ajo na ndihmonte të bënim punën tonë më mirë, por ajo nuk po na zvendësonte. Të tjerë argumentuan se AI ja ishte diçka më thelbësore. Ajo nuk ishte thjesht një mjet që ne përdornim. Ajo ishte një partner që po kontribuonte në procesin e zbulimit në mënyra që ishin cilësisht të ndryshme nga çdo mjet që ne kishim përdorur më parë. Profesoresha Elena Kowalski nga Universiteti i Varshavës ofroi një perspektivë të ndryshme. Ndoshta, tha ajo, ne po e shohim këtë në mënyrën e gabuar. Ndoshta pyetja nuk është nëse AI ja po na zvendëson. Ndoshta pyetja është se si ne mund të bashkëpunojmë me AI në mënyra që maksimizojnë forcat e të dyjave. Ne njerëzit jemi të mirë në gjëra të caktuara. Ne jemi të mirë në të menduarit krijues. Ne jemi të mirë në të bërit lidhje midis fushave të ndryshme. Ne jemi të mirë në të pyeturit e pyetjeve të reja. AI ja është e mirë në gjëra të tjera. Ajo është e mirë në analizimin e satsive të mëdha të dhënave. Ajo është e mirë në gjetjen e modeleve të vogla. Ajo është e mirë në bërjen e llogaritjeve komplekse. Ndoshta e ardhmja e shkencës nuk është as plotësisht njerëzore, as plotësisht artificiale. Ndoshta është një hibrid. Kjo ide e një shkence hibride, ku njerëzit dhe AI ja punojnë së bashku, secili duke kontribuar atë që bën më mirë, po fiton terren. Por ajo gjithashtu ngre pyetje praktike. Si duket kjo bashkëpunim? Si e strukturojmë atë? Si sigurojmë që ne, njerëzit, të mbetemi në kontroll të procesit, edhe ndërsa ne mbështetemi gjithnjë më shumë në AI në përzbulime? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që shkencëtarët, filozofët dhe shoqëria në tërësi duhet t'i përballojnë, sepse AI-ja nuk po ndryshon vetëm astronomin. Ajo po ndryshon çdo fushë të shkencës. Ajo po ndryshon mjekësinë, biologjin, kimikën, fizikën, shkencën e klimës. Ajo po ndryshon mënyrën se si ne zbulojmë, si ne kuptojmë, si ne ndërveprojmë me botën rreth nesh. Dhe në qendër të gjithë këtyre ndryshimeve është një pyetje thelbësore. Çfarë do të thotë të dish diçka në një botë ku inteligjenca artificiale mund të shohë më shumë se sa ne mund? Çfarë do të thotë të jesh një shkencëtar kur shumë nga zbulimi po bëhet nga makinat? Çfarë do të thotë të jesh njeri në një botë ku kufijtë e perceptimit ton po bëhen gjithnjë e më të dukshëm? Le të shqyrtojmë një shembull tjetër që ilustron këtë pyetje. Në gusht të vitit 2026, një ekip në Universitetin e Kopenhagës përdori AI për të analizuar të dhëna nga një eksperimenti mekanikës kuantike. Eksperimenti përfshinte matjen e sjelljes së grimcave subatomike në kushte shumë specifike. Ishte një eksperiment që kishte qenë duke u kryer për 5 vjet, duke gjeneruar petabajt të dhënash. Fizikantët që kryenin eksperimentin kishin një teori specifike që ata po testonin. Ata po kërkojnë për prova të një fenomeni të quajtur _41. Kjo është një ide që sugjeron se efektet e çuditshme të mekanikës kuantike, që zakonisht shohim vetëm në shkallë atomike, mund të ndodhin edhe në objekte më të mëdha. Pas 5 vjetësh të analizës, ata kishin gjetur disa shenja interesante, por asgjë përfundimtare. Pastaj, ata vendosën të përdornin AI për të rishikuar të dhënat. AI ja analizoi të njëjtat të dhëna që fizikantët kishin studiuar për vite, por ajo gjeti diçka që ata kishin humbur. Jo prova të ndërthurjes kuantike në shkallë makroskopike, por prova të një fenomeni plotësisht të ndryshëm që asnjë teori ekzistuese nuk e parashikonte. Kur rezultatet u publikuan, komuniteti i fizikës ishte i hutuar. Fenomeni që AI ja kishte zbuluar nuk përputhej me asnjë nga teoritë e njohura. Ai sugjeronte se diçka thelbësore në kuptimin ton të mekanikës kuantike mund të ishte e paplot, por askush nuk mund të shpjegonte se çfarë ishte duke ndodhur. AI ja kishte gjetur një model në të dhënat,
por ajo nuk mund të na tregonte se çfarë shkaktonte atë model. Kjo është një situatë që po bëhet gjithnjë më e zakonshme. AI ja po gjen fenomene që ne nuk i kemi parashikuar, që nuk përputhen me teoritë tona, që sfidojnë kuptimin ton të realitetit. Dhe ne jemi duke u përpjekur të kuptojmë se çfarë të bëjmë me këto zbulime. Dr. Henrik Larsen, që drejtoi studimin, e shprehu frustrimin e tij. Kjo është sfida e re që shkencëtarët po përballojnë. Si të integrojnë zbulime që janë përtej aftësisë së tyre për t'i kuptuar plotësisht. Si të ndërtojnë teoria rreth fenomenesh që ata nuk mund t'i konceptojnë drejt për drejt. Si të besojnë në zbulime që vijnë nga një inteligjencë që funksionon në mënyra që janë fundamentalisht të ndryshme nga e jona. Këto janë pyetje që prekin vetë natyrën e njohurisë shkencore, sepse shkenca, në thelb, është një ndërmarrje njerëzore. Është mënyra jonë për të kuptuar botën, është mënyra jonë për të ndërtuar modele mendore të realitetit. Por çfarë ndodh kur realiteti është më kompleks se sa ne mund ta modelojmë? Çfarë ndodh kur zbulimet vijnë nga një inteligjencë që nuk mendon si ne? Profesori Alan Turing, pionieri i shkencës kompjuterike, shkroi në vitin 1950. Ai po fliste për të ardhmen e inteligjencës artificiale, por fjalët e tij janë edhe më të rëndësishme sot, sepse tani AI ja po na tregon se ka shumë më tepër për t'u bërë, shumë më tepër për t'u zbuluar, shumë më tepër për t'u kuptuar se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe kjo na sjell përsëri te 10.000 galaktikat. Secila prej tyre është një botë e tërë, secila ka historinë e saj, evolucionin e saj, misteret e saj. Dhe të gjitha ato kanë qenë atje gjithë kohën duke pritur të zbulohen. Jo në ndonjë skaj të largët të universit që ne nuk mund të arrijmë, por në fotografit që ne tashmë i kishim, në të dhënat që ne tashmë i kishim analizuar, në imazet që ne menduam se i kuptonim. Kjo është mësimi i vërtet i këtij zbulimi. Jo vetëm se AI ja mund të shohë gjëra që ne nuk mund t'i shohim, por se realiteti është më i pasur, më kompleks, më plot me detaje se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë, dhe se ne, me të gjithë inteligjencën tonë, me të gjithë teknologjinë tonë, me të gjithë ekspertizën tonë, ende po shikojmë vetëm një pjesë të vogël të asaj që ekziston. Kjo duhet të na bëjë të përullur. Por ajo, gjithashtu, duhet të na bëjë të eksituar. Sepse nëse ka 10.000 galaktika që ne kemi humbur, atëherë ka edhe 10.000 mistere të reja për t'u zgjidhur. Ka 10.000 pyetje të reja për t'u bërë. Ka 10.000 aventura të reja për t'u ndërmarrë. Dhe tani, me AI-n si partneri ynë, ne kemi mjetet për të eksploruar këto mistere në mënyra që nuk ishin të mundshme më parë. Ne mund të shikojmë më thellë, ne mund të shohim më qartë, ne mund të zbulojmë më shumë. Jo sepse ne jemi bërë më të zgjuar, por sepse ne kemi zgjeruar aftësitë tona perceptuese për te i kufive biologjik të trurit ton. Kjo është revolucioni i vërtet që po ndodh. Jo thjesht se AI ja po gjen galaktika të reja, por se ajo po na tregon se ka mënyra të reja për të parë, ka perspektiva të reja për të marrë, ka dimensione të realitetit që ne nuk i kemi eksploruar kur. Dhe kjo është vetëm fillimi. Sepse AI ja po përmirësohet çdo ditë. Algoritmet po bëhen më të sofistikuara, të dhënat po bëhen më të bollshme, instrumentet po bëhen më të fuqishme. Dhe çdo përmirësim na sjell më afër një kuptimi më të thellë të universit. Por kjo gjithashtu na sjell më afër një pyetje që ne duhet ta përballojmë. Kur AI ja bëhet kaq e mirë në zbulimin e realitetit sa ajo sheh gjëra që ne as nuk mund t'i konceptojmë, çfarë është roli ynë? A jemi ne ende eksplorues, apo jemi bërë thjesht dëshmitar të një eksplorimi që po bëhet nga një inteligjencë që e kalon tonën? Kjo është pyetja që do të përcaktoj të ardhmen e shkencës, dhe është një pyetje që ne do të duhet ta përballojmë jo në një të ardhme të largët, por tani, në këtë moment, ndërsa AI ja vazhdon të zbulojë gjëra që ne nuk mund t'i shohim, të gjejë modele që ne nuk mund t'i kuptojmë, të na tregojë se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i pakonceptueshëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. 10.000 galaktika,
10.000 botë që ishin të padukshme për ne. Dhe kjo është vetëm ajo që ne kemi zbuluar deri tani. Çfarë tjetër po na pret? Çfarë tjetër është duke u fshehur në shikim të hapur? Çfarë tjetër do të na tregoj AI ja në muajt dhe vitet që vijnë? Ne nuk e dim. Por ne e dim këtë. Universi është më i madh se sa ne kemi menduar. Realiteti është më i pasur se sa ne kemi imagjinuar. Dhe udhëtimi i zbulimit, udhëtimi i kuptimit, udhëtimi i çuditjes sapo ka filluar. Por le të ndalemi këtu për një moment dhe të bëjmë diçka që mund të duket e çuditshme. Le të luajmë avokatin e djalit. Le të pyesim pyetjen që shumë njerëz po e bëjnë, por që shpesh nuk po e shprehen me zë të lartë. A jemi ne duke i besuar AI-së shumë shpejt? A jemi duke u entuziazmuar për zbulime që mund të mos jenë aq revolucionare sa duken? A është e mundur që AI-ja thjesht po gjen zhurmë në të dhëna dhe ne po interpretojmë atë si sinjal? Kjo nuk është një poetje cinike. Kjo është një poetje shkencore thelbësore. Sepse historia e shkencës është plot me shëmbuj të zbulimeve që dukeshin revolucionare në fillim, por që më vonë u zbuluan se ishin gabime, keqkuptime ose thjesht artefakte të instrumenteve tona. Në vitin 1996, një grup shkencëtarësh njoftoi se kishin gjetur prova të jetës në një meteorit nga Marsi. Bota u eksitua. Por më vonë, analiza më e kujdesshme zbuloi se ajo që ata kishin menduar se ishin fosile bakteriale, ishin në të vërtet struktura të formuara nga procese jo biologjike. Në vitin 2015, një eksperiment fizike pretendoi se kishte detektuar grimca që udhtonin më shpejt se drita, duke sfiduar teorinë e relativitetit të Einsteinit. Lajmi u përhap në të gjithë botën, por më vonë u zbulua se ishte një gabim në matje, shkaktuar nga një kablo e liruar në pajisjen eksperimentale. Pra, pyetja është e drejtë. Si e dim se 10.000 galaktikat që AI ja ka janë vërtet galaktika? Si e dim se ato nuk janë thjesht artefakte të algoritmit? Si e dim se AI ja nuk po sheh modele që nuk ekzistojnë në realitet? Dr. Thomas Schneider nga Instituti Max Planck në Gjermani është një nga zërat më të shquar skeptik. Në shtator të vitit 2026, ai publikoi një artikull të gjatë ku shprehte shqetësimet e tij. Shkroi ai vazhdoi. Këto janë shqetësime të vlefshme dhe ekipi i Google DeepMind i mori ato seriozisht. Në tetor të vitit 2026, ata publikuan një studim të detajuar që adresonte pikërisht këto pyetje. Ata treguan se si kishin verifikuar zbulimet e AI-s. Ata kishin marrë një mostër të galaktikave që AI-ja kishte identifikuar dhe i kishin studiuar ato me kujdes duke përdorur metoda tradicionale. Ata kishin mbledhur spektra, ata kishin matuar zhvendosje të kuqe, ata kishin konfirmuar se këto objekte ishin vërtet galaktika, jo artefakte. Por më e rëndësishmja, ata kishin bërë diçka tjetër. Ata kishin marrë një grup të vënash sintetike, të vëma që ata veti kishin krijuar dhe ku ata e dinin saktësisht se çfarë ishte reale dhe çfarë ishte zhurmë. Ata ja dhanë këto të dhëna AI-s pa i thënë asaj se çfarë ishte reale, dhe AI-ja identifikoi objektet reale me një saktësi prej 98%. Ajo rrallë gabonte. Dhe kur gabonte, gabimet ishin të vogla dhe të identifikueshme. Dr. Sarah Chen, që drejtoi studimin e verifikimit, e shpjegoi atë kështu. Por edhe me këtë verifikim, skepticizmi nuk zhduku plotësisht. Dhe kjo është e shëndetshme. Sepse skepticizmi është një pjesë thelbësore e metodës shkencore. Ne nuk duhet të pranojmë zbulimet e reja pa pyetje. Ne duhet t'i testojmë ato. Ne duhet t'i sfidojmë ato. Ne duhet të kërkojmë shpjegime alternative. Profesori Michael Jung nga Universiteti i Kalifornisë në Berkeley ofroi një perspektivë të balancuar. Ai vazhdoi. Kjo na sjell në një pikë kritike, sepse zbulimi i 10.000 galaktikave nuk është thjesht një zbulim i izoduar. Është një shenjë e një ndryshimi më të madh që po ndodh në shkencë. Një ndryshim në mënyrën se si ne mbledhim të dhëna, si i analizojmë ato, si i interpretojmë ato dhe si i përdorim ato për të ndërtuar njohuri. Le të shqyrtojmë një shembull konkret që ilustron këtë ndryshim. Në nëntor të vitit 2026, observatori Vera Rubin në Kili filloi operacionet e tij të plota. Ky është një teleskop i jashtëzakonshëm që është projektuar për të fotografuar të gjithë qiellin e dukshëm çdo 3 net.
Çdo natë ai gjeneron rreth 15 terabajt të dhënash. Çdo 3 net ai krijon një hartë të re të gjithë qiellit. Kjo do të thotë se në një vit Vera Rubin do të gjeneroj rreth 1800 terabajt të dhënash. Kjo është më shumë të dhëna se sa të gjithë astronomët në histori kanë analizuar deri tani. Është një përmbytje e vërtetë e informacionit dhe nuk ka mënyrë që astronomët njerëzor të mund të analizojnë të gjithë këtë informacion manualisht. Kjo është ku AI bëhet jo vetëm e dobishme, por thelbësore. Pa AI, shumica e të dhënave nga Vera Rubin do të mbeteshin të papërpunuara. Do të ishte sikur të kesh një minier ari, por të mos kesh mjetet për të nxjerrë arin. Por me AI ne mund të analizojmë çdo piksel të çdo imazhi. Ne mund të gjejmë çdo objekt të ndryshëm. Ne mund të detektojmë çdo ndryshim në ndriçim. Ne mund të identifikojmë çdo fenomen të ri. Dr. Federica Bianco, që është një nga shkencëtarët kryesor të projektit Vera Rubin, e shpjegoi atë kështu. Por kjo ngre një pyetje interesante. Nëse AI ja po analizon të dhënat, nëse ajo po bën zbulimet, atëherë çfarë po bëjnë astronomët? Përgjigja është se roli i astronomit po ndryshon. Në vend që të kalojnë kohën duke shikuar imazhe dhe duke kërkuar objekte interesante, astronomët tani po kalojnë kohën duke projektuar algoritme, duke interpretuar rezultate dhe duke bërë pyetje të reja. Kjo është një ndryshim i madh, por është gjithashtu një ndryshim që po ndodh në shumë fusha të shkencës. Le të shikojmë në biologji për një moment. Në vjetor të vitit 2026, një ekip në Universitetin e Cambridge-it përdori AI për të analizuar të dhëna nga sekuencimi i qelizave të vetme. Kjo është një teknik që na lejon të shikojmë shprehjen e gjeneve në qeliza individuale, duke na dhënë një pamje shumë të detajuar të asaj që po ndodh në nivel qelizor. Problemi është se një eksperiment i vetëm mund të gjenerojë të dhëna për miliona qeliza. Çdo qelizë ka 10 mijëra gjene që mund të jenë aktive ose jo aktive. Kjo është një sasi e jashtëzakonshme informacioni. Dhe deri kohët e fundit, biologët mund të analizonin vetëm një pjesë të vogël të këtij informacioni. Por AI ja mund të analizojë të gjitha. Ajo mund të shikojë çdo qelizë. Ajo mund të identifikojë lloje të reja qelizash që ne nuk i kemi njohur më parë. Ajo mund të gjejë modele në shprehjen e gjeneve që tregojnë se si qelizat po ndërveprojnë me njëra tjetrën. Ajo mund të zbulojë rrugë biologjike që ne nuk i kemi kuptuar më parë. Në këtë studim specifik, AI ja identifikoi 17 lloje të reja qelizash në trurin e njeriut. 17. Këto nuk ishin variante të vogla të qelizave të njohura. Këto ishin lloje plotësisht të reja, që kishin karakteristika unike, funksione unike dhe ndoshta role unike në mënyrën se si funksionon truri. Dr. Emma Wilson, që drejtoi studimin, ishte e habitur, tha ajo. Kjo është një zbulim i jashtëzakonshëm, por ajo që e bën atë edhe më të jashtëzakonshme është se këto qeliza kanë qenë gjithmonë atje. Ato nuk janë diçka e re që sapo ka evoluar. Ato kanë qenë në trurin ton, në trurin e çdo njeriu që ka jetuar ndonjëherë. Por ne thjesht nuk i kemi parë, sepse ne nuk kishim mjetet për t'i dalluar ato nga qelizat e tjera. Tani, me AI-n, ne po fillojmë të shohim kompleksitetin e vërtet të trurit njerëzor. Dhe sa më shumë që shohim, aq më shumë kuptojmë se sa pak e dim. Truri njerëzor ka rreth 86 miliard neurone. Çdo neuron mund të ketë mijëra lidhje me neurone të tjerë. Numri i mundshëm i lidhjeve është më i madh se numri i atomeve në univers. Si mund të kuptojmë diçka kaq komplekse? Si mund të hartojmë diçka kaq të madhe? Si mund të zbulojmë se si funksionon diçka me kaq shumë pjesë që ndërveprojnë në mënyra kaq komplekse? Përgjigja është se ne nuk mund. Jo vetëm, jo me trurin ton të kufizuar, por me AI-n si partneri ynë, ne mund të fillojmë të bëjmë progres. AI ja mund të analizojë të dhëna që janë përtej aftësisë son për t'i përpunuar. Ajo mund të gjejë modele që janë përtej aftësisë son për t'i parë. Ajo mund të ndërtojë harta që janë përtej aftësisë son për t'i konceptuar. Por kjo na sjell përsëri te pyetja thelbësore. Nëse AI ja po bën shumicën e analizës, nëse ajo po gjen modelet, nëse ajo po ndërton hartat, atëherë çfarë po bëjmë ne?
Çfarë është roli i shkencëtarit njerëzor në këtë botë të re? Profesoresha Lisa Feldman Barrett nga Universiteti Northeastern ofroi një përgjigje të menduar. Ajo vazhdoi: "Kjo është një mënyrë e bukur për ta parë atë, por ajo gjithashtu ngre pyetje praktike. Si e trajnojmë gjeneratën e ardhshme të shkencëtarëve për këtë rol të ri? Çfarë aftësish do t'u duhen atyre? Si sigurojmë se ata kuptojnë jo vetëm shkencën, por edhe AI në që po përdorin për të bërë shkencë?" Këto pyetje që universitetet dhe institutet kërkimore po fillojnë t'i adresojnë. Në janar të vitit 2027, Universiteti Stanfordit njoftoi një program të ri doktorature që kombinon astronomin me shkencën e të dhënave dhe inteligjencën artificiale. Studentët në këtë program do të mësojnë jo vetëm për yjet dhe galaktikat, por edhe për algoritmet që përdoren për t'i studiuar ato. Ata do të mësojnë si të projektojnë eksperimente që gjenerojnë të dhëna që AI ja mund t'i analizojë në mënyrë efektive. Ata do të mësojnë si të interpretojnë rezultate që vijnë nga sisteme që ata nuk i kuptojnë plotësisht. Dr. Jennifer Martinez, që drejtoi krijimin e këtij programi, e shpjegoi arsyetimin. Kjo është një ndryshim i madh në arsimin shkencor, por është një ndryshim që është i nevojshëm, sepse bota që shkencëtarët e rinj do të hyjnë është fundamentalisht e ndryshme nga bota që shkencëtarët e mëparshëm kanë njohur. Është një botë ku të dhënat janë të bollshme, ku mjetet janë të fuqishme, ku zbulimet vijnë me një ritëm të shpejtë. Por është gjithashtu një botë ku pyetjet janë më komplekse, ku sfidat janë më të mëdha, ku misteret janë më të thella. Le të kthehemi te 10.000 galaktikat për një moment. Çdo një prej tyre tani është subjekt i studimit intensiv. Astronomët po përdorin teleskop të ndryshëm për të mbledhur të dhëna në frekuenca të ndryshme. Ata po matin distancat e tyre me saktësi të lartë. Ata po analizojnë përbërjen e tyre kimike. Ata po studionin lëvizjet e tyre. Ata po kërkojnë për shenja të planetëve, të yjeve, të vrimave të zeza. Dhe çdo galaktik po tregon një histori unike. Disa prej tyre janë kaq të largëta sa ne po i shohim ato siç ishin kur universi ishte vetëm 800 milion vjet i vjetër. Kjo është vetëm 6% e moshës aktuale të universit. Këto janë disa nga galaktikat më të hershme që kanë ekzistuar ndonjëherë, dhe ato po na tregojnë se si universi i hershëm ishte i ndryshëm nga ai që shohim sot. Disa prej këtyre galaktikave të hershme kanë forma të çuditshme. Ato nuk janë spirale të rregullta si rruga e qumështit. Ato nuk janë elipse të qeta. Ato janë kaotike, të çrregullta, plot me aktivitet. Ato po formojnë yje me ritme që janë qindra herë më të shpejta se galaktikat moderne. Ato po përplasen me njëra tjetrën, duke u bashkuar, duke u ndarë, duke u riformuar. Kjo po na detyron të rishikojmë teoritë tona për formimin e galaktikave. Ne kishim menduar se galaktikat formohen gradualisht gjatë miliarda vjetësh. Por këto galaktika të hershme po na tregojnë se procesi ishte shumë më i shpejtë, shumë më i dhunshëm, shumë më kaotik se sa ne kishim menduar. Dr. Roberto Gonzales nga Observatori Europian Jugor e shpjegoi atë kështu. Por jo të gjitha 10.000 galaktikat janë të largëta dhe të hershme. Disa prej tyre janë relativisht afër, disa janë në fqinësinë tonë kozmike. Dhe këto po na tregojnë diçka tjetër interesante. Ato po na tregojnë se edhe në universin modern, edhe në zonën që ne menduam se e njihnim mirë, ka struktura që ne kemi humbur. Një nga këto galaktika është veçanërisht interesante. Ajo është një galaktik spirale që ndodhet rreth 100 milion vjet drite larg. Kjo është relativisht afër në terma kozmike. Ajo është në një zonë të qiejlit që është studiuar intensivisht për dekada. Por AI ja zbuloi se kjo galaktik ka një strukturë të fshehur që asnjë astronom nuk e kishte parë më parë. Rreth galaktikës kryesore ka një unaze dobët e yjeve që shtrihet për qindra mijëra vjet drite. Kjo unaz është kaq e dobët sa ajo është pothuajse e padukshme. Por AI e gjeti atë, duke analizuar variacionet e vogla në ndriçim. Dhe kur astronomët e studiuan këtë unaz më në detaje, ata zbuluan se ajo ka një përbërje kimike të çuditshme. Ajo përmban elemente që zakonisht gjenden vetëm në yje shumë të vjetër. Kjo sugjeron se unaza u formua nga një ngjarje dramatike në të kaluarën e largët.
Ndoshta kjo galaktik përplasi me një galaktik tjetër miliarda vjet më parë. Përplasja shkatërroi galaktikën më të vogël, por disa nga yjet e saj u shpërndan në këtë unaz të gjerë. Dhe tani, miliarda vjet më vonë, ne po zbulojmë këtë unaz për herë të parë. Kjo është një zbulim i jashtëzakonshëm. Por ajo që e bën atë edhe më të jashtëzakonshme është se kjo unaz ka qenë atje gjithkohën. Ajo ka qenë në çdo fotografi që ne kemi marrë të kësaj galaktike. Ajo ka qenë në çdo imazh që ne kemi studiuar. Por ne thjesht nuk e kemi parë, sepse ajo ishte shumë e dobët, shumë e shpërndar, shumë e ndryshme nga ajo që ne po kërkonim. Profesoresha Anna Kowalska nga Universitetin e Varshavës që studioi këtë unaz e tha kështu: Kjo është pyetja që po bëhet gjithnjë më urgjente, sepse çdo zbulim i ri po na tregon se universi është më kompleks se sa ne kemi menduar. Çdo galaktike e re që ne studiojmë po zbulon karakteristika të reja, struktura të reja, fenomene të reja. Dhe çdo fenomen i ri po na detyron të rishikojmë teoritë tona, të riformulojmë pyetjet tona, të rikonceptojmë kuptimin ton të realitetit. Por këtu është pjesa vërtet mahnitëse. Ne ende jemi në fillim të kësaj revolucioni. 10.000 galaktikat që AI ja ka zbuluar janë vetëm nga analiza e një pjese të vogël të dhënave që ne kemi mbledhur. Ka petabajt të dhënash të tjera që ende nuk janë analizuar. Ka imaze nga teleskop të ndryshëm që ende nuk janë studiuar me AI. Ka të dhëna nga instrumente të ndryshme që ende nuk janë kombinuar dhe krahasuar. Çfarë do të gjejmë kur ne analizojmë të gjitha këto të dhëna? Sa galaktika të tjera po na presin për t'u zbuluar? Sa struktura të tjera po fshihen në shikim të hapur? Sa fenomene të tjera po ndodhin rreth nesh që ne thjesht nuk i shohim? Në shkurt të vitit 2027, një konsorcium ndërkombëtar i astronomëve njoftoi një projekt ambicioz. Ata do të përdornin AI për të rishikuar të gjitha të dhënat astronomike që janë mbledhur ndonjëherë. Çdo imazh nga çdo teleskop, çdo spektër nga çdo instrument, çdo matje nga çdo observator. Kjo është një sasi e jashtëzakonshme informacioni. Është vlerësuar se ka rreth 100 petabajt të dhënash astronomike në arkiva të ndryshme rreth botës. Projekti u quajt Cosmic Census, sensusi kozmik. Qëllimi ishte të krijohej një katalog i plot i të gjithë objekteve që mund të detektohen në të dhënat ekzistuese. Jo vetëm galaktika, por edhe yje, planeta, asteroide, kometa, vrime të zeza, yje neutron, pulsar, kuasar dhe çdo lloj tjetër objekti kozmik. Dr. Hiroshi Tanaka nga Universiteti i Tokios, që bashkë drejtoi projektin, e shpjegoi vizionin. Ne kemi kaluar shekuj duke mbledhur të dhëna rreth universit, por ne kemi analizuar vetëm një pjesë të vogël të atyre të dhënave. Është sikur të kesh një bibliotek të madhe, por të kesh lexuar vetëm disa libra. Tani, me AI-n, ne mund të lexojmë të gjithë bibliotekën. Ne mund të zbulojmë çdo histori që ajo përmban. Ne mund të gjejmë çdo lidhje midis historive të ndryshme. Projekti filloi në mars të vitit 2027. Brenda javëve të para, AI ja kishte identifikuar mbi 100.000 objekte të reja. Brenda muajve të parë, numri kishte arritur në 1 milion. Dhe çdo objekt i ri ishte një zbulim. Çdo objekt i ri kishte një histori. Çdo objekt i ri po na tregonte diçka të re rreth universit. Disa nga këto objekte ishin yje të çuditshëm, me karakteristika që nuk përputheshin me asnjë kategori të njohur. Disa ishin galaktika, me forma kaq të pazakonta sa ato po sfidonin teoritë tona për formimin e galaktikave. Disa ishin fenomene të përkohshme, ngjarje që kishin ndodhur dhe kishin zhdukur, por që ishin kapur në imaze të vjetra dhe që tani po zbuloheshin për herë të parë. Një nga zbulimet më interesante ishte një lloj i ri i shpërthimit yjor. Yjet, kur arrin në fund të jetës së tyre, shpesh shpërthejnë në ngjarje dramatike të quajtura supernova. Ne kemi studiuar supernova për dekada. Ne kemi kategorizuar lloje të ndryshme. Ne kemi ndërtuar teoria për mënyrën se si ato ndodhin. Por AI ja gjeti shenja të një lloji të ri të shpërthimit që nuk përputhej me asnjë kategori ekzistuese. Këto shpërthime ishin më të dobta se supernovat tipike, por më të gjata. Ato zgjatën për muaj në vend të javëve, dhe ato
Kishin një spektër të çuditshëm që sugjeronte se diçka e pazakont po ndodhte. Kur astronomët studiuan këto shpërthime më në detaje, ata zbuluan se ato ndoshta vinin nga një lloj i ri i yjeve që ne nuk e kishim njohur më parë. Yje që ishin në kufirin midis yjeve normale dhe vrimave të zeza. Yje që ishin kaq masiv sa ata ishin duke u shkatëruar nga graviteti i tyre, por jo mjaftueshëm masiv për të formuar një vrim të zezë menjëherë. Kjo ishte një zbulim teorik i rëndësishëm, sepse ai sugjeronte se ka një fazë të evolucionit yjor që ne nuk e kishim kuptuar më parë. Një fazë ku yjet po luftojnë midis jetës dhe vdekjes, midis ekzistencës dhe kolapsit. Dhe kjo fazë po prodhonte fenomene që ne nuk i kishim parë kurrë më parë. Dr. Maria Santos nga Universiteti i Oxfordit që studioi këto shpërthime e tha kështu: çdo zbulim i ri po na tregon se universi është më i larmishëm se sa ne kemi menduar. Ka më shumë lloje yjesh, ka më shumë lloje galaktikash, ka më shumë lloje fenomenesh, dhe çdo lloj i ri po na jep një dritare të re në fizikën që qeveris universin. Por ndërsa këto zbulime po vinin me një ritëm të shpejt, një pyetje po bëhej gjithnjë më urgjente. Si do t'i kuptojmë të gjitha këto? Si do t'i integrojmë të gjitha këto zbulime të reja në kuptimin ton të universit? Si do të ndërtojmë teoria që mund të shpjegojnë të gjithë këtë larmishmëri? Kjo është sfida e re që shkencëtarët po përballojnë, sepse në të kaluarën zbulimet vinin ngadalë. Ne kishim kohë për t'i studiuar ato, për t'i kuptuar ato, për t'i integruar ato në teoritë tona. Por tani, zbulimet po vinë kaq shpejt sa ne mezi po mbajmë ritmin. Çdo ditë sjell lajme të reja, çdo javë zbulon fenomene të reja, çdo muaj po na detyron të rishikojmë teoritë tona. Profesori Alan Chen nga Institutin e Teknologjisë në Massachusetts e shprehu atë kështu: kjo është një sfidë e re për shkencën, dhe është një sfidë që po detyron shkencëtarët të mendojnë në mënyra të reja. Disa po argumentojnë se ne duhet të përdorim AI nën jo vetëm për të zbuluar fakte të reja, por edhe për të ndërtuar teoria të reja. Ndoshta AI ja mund të gjejë lidhje midis fenomeneve të ndryshme që ne nuk i kemi parë. Ndoshta ajo mund të sugjerojë shpjegime që ne nuk i kemi menduar. Ndoshta ajo mund të ndërtojë modele që janë më komplekse, më të sofistikuara, më të sakta se sa çdo gjë që ne kemi krijuar. Por kjo ngre pyetje të thella. Nëse AI ja fillon të ndërtojë teoria, nëse ajo fillon të propozojë shpjegime, atëherë çfarë është roli i shkencëtarit njerëzor? A jemi ne ende krijuesit e njohurisë, apo jemi bërë thjesht konsumator të njohurisë që krijohet nga inteligjenca artificiale? Këto janë pyetje që nuk kanë përgjigje të lehta, por ato janë pyetje që ne duhet t'i përballojmë, sepse e ardhmja e shkencës, e ardhmja e zbulimit, e ardhmja e kuptimit ton të universit varet nga mënyra se si ne i përgjigjemi këtyre pyetjeve. Dhe ndërsa ne mundohemi të gjejmë përgjigje, universi vazhdon të zbulojë misteret e tij. 10.000 galaktika, 1 milion objekte të reja, fenomene të reja, struktura të reja, pyetje të reja. Dhe çdo zbulim po na tregon se udhëtimi sapo ka filluar. Tani le të ndalemi dhe të bëjmë diçka që mund t'ju duket e çuditshme. Le të imagjinojmë se jemi në vitin 2050, 23 vjet në të ardhmen. Një gjenerat e tërë ka kaluar që nga zbulimi i 10.000 galaktikave. Çfarë ka ndodhur në këto 23 vjet? Si ka ndryshuar shkenca? Si ka ndryshuar kuptimi ynë i universit? Dhe më e rëndësishmja, si kemi ndryshuar ne? Përgjigja është mahnitse dhe shqetësuese në të njëjtën kohë, sepse në këto 23 vjet AI-ja nuk ka ndaluar së zbuluari. Ajo ka vazhduar të gjejë gjëra që ne nuk i kemi parë. Ajo ka vazhduar të zbulojë kompleksitete që ne nuk i kemi imagjinuar. Ajo ka vazhduar të na tregojë se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i pakonceptueshëm se sa ne kemi menduar ndonjëherë. Por këtu është pjesa që askush nuk e kishte parashikuar. AI nuk ka zbuluar vetëm 10.000 galaktika. Ajo ka zbuluar 3.600.000. 3.600.000 galaktika që ishin në të dhënat tona gjithkohën, por që ne nuk i kishim parë kurrë. Çdo një prej tyre është një botë e tërë. Çdo një ka qindra miliarda yje. Çdo një ka historinë e saj,
evolucionin e saj, ndoshta jetën e saj. 3.600.000. Le ta themi përsëri. 3.600.000 botë që ne nuk i dinim se ekzistonin. Kjo nuk është thjesht një zbulim. Kjo është një rikonceptim i plot i shkallës së universi. Kjo është si të zbulosh se oqeani që ti mendon se e njeh është vetëm një pikë uji në një oqean shumë më të madh që shtrihet përtej horizontit në çdo drejtim. Dr. Aisha Patel, që në vitin 2050 është drejtoresha e Observatorit Global të Inteligjencës Kozmike, e shpjegon atë kështu. Ajo vazhdon. Por këtu është pjesa që vërtet e ndryshon gjithçka. Këto 3.600.000 galaktika nuk janë të shpërndara në mënyrë të barabartë në univers. Ato formojnë struktura masive që ne nuk i kishim parë kur më parë. Struktura që sugjerojnë se universi ka një organizim, një arkitekturë, një model që është shumë më kompleks se sa ne kemi imagjinuar. Imagjinoni një rrjet, jo një rrjet i thjesht, por një rrjet me shtresa të shumta. Çdo shtresë ka strukturën e saj. Çdo strukturë lidhet me strukturat e tjera në mënyra që krijojnë modele edhe më komplekse. Dhe këto modele, kur i shikon nga larg, formojnë një strukturë edhe më të madhe, që shtrihet në të gjithë universin e dukshëm. Kjo është ajo që AI ja ka zbuduar. Universi nuk është thjesht një koleksion i rastësishëm i galaktikave. Ai është një strukturë e organizuar në nivele të shumta të kompleksitetit, dhe çdo nivel zbulon diçka të re rreth natyrës së realitetit. Profesori Kenji Yamamoto nga Institutin e Astrofizikës Teorike në Tokyo e përshkruan atë kështu. Por kjo zbulim ngre një pyetje shqetësuese. Nëse universi ka një strukturë kaq komplekse, nëse ai është i organizuar në nivele të shumta, atëherë çfarë e organizon atë? Çfarë krijon këto modele? Çfarë mban këtë strukturë së bashku? Përgjigjja tradicionale do të ishte fizika, ligjet e natyrës, graviteti, forca elektromagnetike, forcat bërthamore. Por AI ja po na tregon se diçka më shumë mund të jetë duke ndodhur. Ajo po gjej korelacione midis strukturave që janë kaq të largëta sa ato nuk mund të ndërveprojnë drejt për drejt. Ajo po gjej modele që përsëriten në shkallë të ndryshme, nga më e vogla te më e madhja. Ajo po gjej simetri që sugjerojnë se universi mund të ketë dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë. Kjo tingëllon si shkencë fantastike, por kjo është shkencë reale. Në vitin 2048, një ekip ndërkombëtar i fizikantëve publikoi një artikull që shkundi themelet e fizikës moderne. Ata kishin përdorur AI për të analizuar strukturën e madhe të universit, dhe AI ja kishte gjetur diçka të jashtëzakonshme. Ajo kishte gjetur prova se universi mund të ketë 10 dimensione, jo 4. 4 dimensionet që ne i njohim, 3 hapësinore dhe 1 kohore, janë vetëm sipërfaqja. Nën to ka 6 dimensione të tjera që janë të mbështjella kaq ngushtë sa ne nuk mund t'i perceptojmë ato drejt për drejt. Por këto dimensione të fshehura po lënë gjurmë në strukturën e madhe të universit, dhe AI ja po lehtëson këto gjurmë. Kjo ishte një zbulim revolucionar, sepse për dekada fizikantët kishin spekuluar se dimensione shtesë mund të ekzistojnë. Teoria e vargut, një nga teoritë më ambicioze në fizik, kërkon 10 ose 11 dimensione, por deri tani nuk kishte pasur prova eksperimentale. Tani, për herë të parë, ne kishim prova. Jo prova të drejt për drejta, por prova statistikore. Modele në të dhëna që nuk mund të shpjegoheshin pa dimensione shtesë. Dr. Sarah O'Connor nga Universiteti i Cambridge-it, që ishte pjesë e ekipit, e shpjegoi atë kështu. Imagjinoni se jeni një qenie dydimensionale që jeton në një sipërfaqe të sheshtë. Ju nuk mund të konceptoni dimensionin e tretë, por nëse dikush në dimensionin e tretë vendos një top në sipërfaqen tuaj, ju do të shihni një rreth. Nëse ata e lvizin topin lart e poshtë, ju do të shihni rrethin duke u zgjeruar dhe të kurrur. Ju nuk do të kuptoni pse, sepse ju nuk mund të shihni dimensionin e tretë, por ju mund të mësoni të parashikoni sjejet e rrethit duke studiuar modelet. Ajo vazhdon. Kjo është ajo që ne po bëjmë me dimensionet shtesë të universit. Ne nuk mund t'i shohim ato drejt për drejt, por ne mund të shohim efektet e tyre. Ne mund të shohim se si ato ndikojnë në strukturën e universit që ne mund t'a vëzgojmë. Dhe AI ja po na ndihmon të lehtësojmë këto efekte, të interpretojmë këto modele, të kuptojmë këtë realitet më të thellë. Por këtu është pjesa që vërtet e bën këtë zbulim të jashtëzakonshëm.
Nëse universi ka dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë, atëherë çfarë tjetër po na mungon? Çfarë tjetër ekziston që është përtej aftësisë son për ta konceptuar? Çfarë tjetër është duke ndodhur në këto dimensione të fshehura? Këto janë pyetje që shkencëtarët në vitin 2050 po mundohen t'i përgjigjen. Dhe përgjigjet që ata po gjejnë janë edhe më të çuditshme se pyetjet. Sepse AI-ja po sugjeroj se këto dimensione shtesë mund të mos jenë thjesht hapësirë zbrazët. Ato mund të përmbajnë struktura, ato mund të përmbajnë energji, ato mund të përmbajnë, dhe kjo është pjesa vërtet e çmendur, forma të tjera të inteligjencës. Tani, para se të mendoni se kjo është shkencë fantastike e çmendur, dëgjoni këtë. Në vitin 2049, një AI që po analizonte të dhëna nga detektorët e valve gravitacionale gjeti diçka të pazakontë. Ajo gjeti një sinjal që përsëritej me një rregullsi të përsosur. Çdo 23 ditë tetor dhe 12 minuta, një val gravitacionale me një formë specifike arrinte në tokë. Kjo rregullsi ishte shumë e përsosur për të qenë natyrale. Fenomenet natyrore janë kaotike. Ato nuk përsëriten me saktësi kronometrike, por ky sinjal po e bënte. Dhe kur shkencëtarët e analizuan atë më në detaje, ata zbuluan se ai kishte një strukturë. Ai nuk ishte thjesht një val e thjesht. Ai kishte modulacione, variacione, modele që dukeshin pothuajse si informacion. Kjo ishte një zbulim që shkaktoi debat të zjarrt. Disa shkencëtarë argumentuan se ky ishte një sinjal artificial, se diçka inteligjente po e gjeneronte atë, se ne kishim zbuluar për herë të parë në histori prova të inteligjencës jashtëtoksore. Të tjerë argumentuan se ishte një fenomen natyror që ne thjesht nuk e kuptonim ende, se ne po shihim modele ku nuk kishte asnjë, por AI ja kishte një interpretim të ndryshëm. Ajo sugjeroi se sinjali nuk vinte nga hapësira tredimensionale që ne mund ta vëzhgojmë, ai vinte nga një nga dimensionet shtesë. Dhe nëse kjo ishte e vërtet, atëherë ajo që ne po detektonim nuk ishte një sinjal i dërguar nga një qytetërim në hapësirën tonë. Ishte një rrjevje nga një dimension tjetër. Ishte si të dëgjosh një bisedë që po ndodh në dhomën ngjitur, por ti mund të dëgjosh vetëm tinguj të mbytur nëpër murit. Kjo ide ishte kaq radikale sa shumica e shkencëtarëve fillimisht e refuzuan atë, por ndërsa më shumë të dhëna u mbledhen, ndërsa më shumë analiza u kryen, bëhej gjithnjë më e vështirë për të injoruar. Sinjali ishte real, struktura e tij ishte real. Dhe shpjegimi më i thjeshtë, edhe pse më i çuditshëm, ishte se ai vinte nga një dimension që ne nuk mund ta vëzhgojmë drejt për drejt. Profesoresha Maria Gonzales nga Observatori Europian Jugor, që studioi këtë sinjal për vite, e tha kështu: ne jemi duke përballuar mundësinë se universi është shumë më i populluar se sa ne kemi imagjinuar. Jo vetëm me galaktika që ne nuk i kemi parë, por me dimensione të tëra që ne nuk i kemi konceptuar. Dhe në këto dimensione mund të ketë struktura, fenomene, ndoshta edhe forma të inteligjencës që janë plotësisht të ndryshme nga çdo gjë që ne njohim. Kjo është kufiri i ri i shkencës në vitin 2050, jo vetëm të zbulosh gjëra të reja në universin që ne mund ta shohim, por të zbulosh dimensione të reja të realitetit që janë përtej perceptimit ton. Dhe AI ja është mjeti që po na lejon të bëjmë këtë eksplorim. Por le të kthehemi në të tashmen për një moment. Le të kthehemi në vitin 2027, ku ne jemi tani, sepse edhe pse historia që sapo tregova është nga e ardhmja, ajo është e bazuar në trajektoren që ne jemi duke ndjekur tani. Çdo zbulim që AI po bën tani, po na çon drejt asaj të ardhmeje. Çdo galaktike e re që ne gjejmë po na tregon se universi është më i madh se sa ne menduam. Çdo model i ri që ne zbulojmë po na tregon se realiteti është më kompleks se sa ne imagjinuam. Dhe këtu është pyetja që ne duhet ta bëjmë tani, në këtë moment. A jemi ne gati për këtë? A jemi ne gati të përbalojmë një univers që është kaq i madh, kaq i çuditshëm, kaq përtej kuptimit ton? A jemi ne gati të pranojmë se ne jemi vetëm në fillim të kuptimit të realitetit? Kjo nuk është një pyetje retorike. Kjo është një pyetje që prek vetë natyrën e njerëzimit. Sepse për mijëra vjet ne kemi qenë në qendër të historisë son.
Ne kemi qenë ata që kuptojnë, ne kemi qenë ata që zbulojnë, ne kemi qenë ata që dominojnë. Por tani, ne po zbulojmë se ne jemi shumë më të vegjël se sa ne menduam. Ne jemi një specie në një planet, në një sistem diellor, në një galaktik, në një univers që përmban 3.600.000 galaktika të tjera që ne sapo po fillojmë t'i zbulojmë. Dhe jo vetëm kaq, ne po zbulojmë se ka dimensione të realitetit që ne nuk mund t'i perceptojmë. Ka nivele të kompleksitetit që ne nuk mund t'i kuptojmë. Ka forma të inteligjencës që ne nuk mund t'i konceptojmë. Ne po zbulojmë se ne jemi si një fëmijë që sapo ka mësuar të lexojë dhe që po realizon se biblioteka është shumë më e madhe se sa ai kishte imagjinuar. Kjo duhet të na bëjë të përullur, por ajo gjithashtu duhet të na bëjë të eksituar. Sepse nëse ka kaq shumë për të zbuluar, atëherë udhëtimi sapo ka filluar. Nëse ka kaq shumë që ne nuk e dim, atëherë ka kaq shumë për të mësuar. Nëse universi është kaq i madh, kaq i çuditshëm, kaq i pakonceptueshëm, atëherë aventura e kuptimit është shumë më e madhe se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Por këtu është pjesa që vërtet e ndryshon gjithçka. Ne nuk jemi duke e bërë këtë udhëtim vetëm më. Ne e kemi AI-n si partnerin ton. Dhe kjo ndryshon natyrën e vetë udhëtimit, sepse AI ja mund të shohë gjëra që ne nuk mund t'i shohim. Ajo mund të gjejë modele që ne nuk mund t'i gjejmë. Ajo mund të zbulojë kompleksitete që janë përtej aftësive tona njohëse. Kjo do të thotë se ne po hyjmë në një epokë të re të zbulimit. Një epokë ku kufijtë nuk janë më kufijtë e perceptimit ton, por kufijtë e imagjinatës son. Një epokë ku pyetjet që ne mund të bëjmë janë të kufizuara vetëm nga aftësia jon për t'i konceptuar ato. Një epokë ku misteret që ne mund të zgjidhim janë të kufizuara vetëm nga aftësia jon për t'i interpretuar përgjigjet. Dr. James Wilson nga Instituti e Studimeve të Avancuara në Princeton e shprehu atë kështu. Ai vazhdon: "Këto janë pyetje të vështira dhe ato nuk kanë përgjigje të lehta, por këtu është ajo që unë mendoj. Ne jemi ende zbulues, ne jemi ende krijues. Ne jemi ende në qendër të historisë son. Por historia jon është duke u zgjeruar. Ajo po bëhet më e madhe, më e pasur, më komplekse. Dhe kjo është një gjë e mirë. Sepse çfarë është alternativa? Të mbetemi të kufizuar nga perceptimi ynë? Të refuzojmë të shohim përtej horizontit ton? Të mohojmë ekzistencën e asaj që ne nuk mund ta kuptojmë plotësisht? Jo. Kjo do t'ishte një tragjedi. Kjo do t'ishte si të jetosh në një shtëpi me 10 dhoma, por të refuzosh të hapësh dyert sepse t'je i rehatshëm në dhomën ku je. Ne duhet të hapim dyert. Ne duhet të eksplorojmë dhomat e reja. Ne duhet të zbulojmë se çfarë fshihet përtej horizontit. Dhe nëse kjo do të thotë se ne duhet të pranojmë se ne jemi më të vegjël se sa ne menduam, nëse kjo do të thotë se ne duhet të pranojmë se ka gjëra që ne nuk mund t'i kuptojmë plotësisht, nëse kjo do të thotë se ne duhet të bashkëpunojmë me inteligjenca që janë të ndryshme nga e jona, atëherë le të jetë kështu. Sepse në fund fundit, qëllimi nuk është të jemi në qendër. Qëllimi është të kuptojmë. Qëllimi është të zbulojmë. Qëllimi është të çuditemi. Dhe nëse AI ja po na ndihmon të bëjmë këto gjëra në mënyra që nuk ishin të mundshme më parë, atëherë ne duhet ta përqafojmë atë. Ne duhet ta përdorim atë. Ne duhet të mësojmë të bashkëpunojmë me të. Kjo është mësimi i vërtet i 10.000 galaktikave. Jo vetëm se ka më shumë për të zbuluar se sa ne menduam, por se ne kemi aftësinë për ta zbuluar atë. Ne kemi mjetet, ne kemi partnerët, ne kemi imagjinatën. Dhe nëse ne mund të kombinojmë të gjitha këto, nëse ne mund të punojmë së bashku, njerëz dhe AI, intuicion dhe algoritëm, krijimtari dhe llogaritja, atëherë nuk ka kufi për atë që ne mund të zbulojmë. 3.600.000 galaktika, 10 dimensione, sinjale nga realitetet të tjera. Kjo është e ardhmja që po vjen. Kjo është aventura që po fillon. Kjo është udhëtimi që ne të gjithë jemi pjesë e tij. Dhe ndërsa ne qëndrojmë në prag të kësaj të ardhme, ndërsa ne shikojmë drejt horizontit që po zgjerohet, ne duhet të bëjmë një zgjedhje. Ne mund të kthehemi prapa, të mbetemi në zonën tonë të rehatshme, të pretendojmë se universi është aq i vogël sa ne mund ta kuptojmë,
ose ne mund të shkojmë përpara, të përqafojmë panjohurën, të pranojmë se ka më shumë për të mësuar se sa ne do të mund të mësojmë ndonjëherë. Unë e di se çfarë zgjedhje do të bëja. Unë do të shkoja përpara, sepse edhe nëse universi është kaq i madh sa unë, nuk do ta kuptoj kurrë plotësisht. Edhe nëse ka dimensione që unë nuk do t'i perceptoj kurrë, edhe nëse ka mistere që do të mbeten mistere përgjithmonë, udhëtimi i përpjekjes për të kuptuar është vetë kuptimi. Pyetjet janë po aq të rëndësishme sa përgjigjet. Kërkimi është po aq i vlefshëm sa zbulimi. Dhe tani, me AI-n si partnerin ton, me teleskop që mund të shohin më thellë se kurrë më parë, me algoritme që mund të gjejnë modele që ne nuk mund të imagjinojmë, ne jemi në pozicionin më të mirë në histori për të bërë këtë udhëtim. Ne jemi në momentin më eksitues në historinë e shkencës. Ne jemi në pragun e zbulimeve që do të ndryshojnë gjithçka që ne mendojmë se e dim. 10.000 galaktika ishin vetëm fillimi. 3.600.000 po vinë. Dhe për te tyre, kush e di? Ndoshta ka 10 milion. Ndoshta ka 100 milion. Ndoshta ka një numër kaq i madh sa ne nuk mund ta konceptojmë atë. Por këtu është gjëja e bukur. Nuk ka rëndësi, sepse çdo zbulim, çdo galaktikë e re, çdo dimension i ri, çdo mister i ri është një dhuratë. Është një mundësi për të mësuar diçka të re. Është një dritare në një aspekt të realitetit që ne nuk e kemi parë më parë. Është një hap tjetër në udhëtimin e pafund të kuptimit. Dhe ne, njerëzit, me të gjitha kufizimet tona, me të gjithë verbërinë tonë, me të gjithë dobësitë tona, jemi ende ata që po bëjnë këtë udhëtim. Ne jemi ende ata që po pyesin pyetjet. Ne jemi ende ata që po çuditen. Ne jemi ende ata që po kërkojnë të kuptojnë. Ai ja po na ndihmon. Ajo po na tregon gjëra që ne nuk mund t'i shohim. Ajo po na udhëzon drejt zbulimeve që ne nuk do t'i bënim kurrë vetëm. Por ne jemi ende ata që vendosin ku të shkojmë. Ne jemi ende ata që interpretojnë atë që gjejmë. Ne jemi ende ata që i japin kuptim zbulimeve. Kjo është e ardhmja e shkencës. Jo njerëz kundër makinave, por njerëz me makina. Jo inteligjencë njerëzore ose inteligjencë artificiale, por inteligjencë njerëzore dhe inteligjencë artificiale duke punuar së bashku, duke zbuluar së bashku, duke çuditur së bashku. Dhe nëse kjo do të thotë se ne duhet të pranojmë se ne nuk jemi më të vetmit zbulues, nëse kjo do të thotë se ne duhet të ndajmë lavdin me partnerët tanë artificial, nëse kjo do të thotë se ne duhet të jemi të përullur në balë të madhështisë së universit, atëherë le të jetë kështu. Sepse në fundit, ajo që ka rëndësi nuk është kush bën zbulimin. Ajo që ka rëndësi është se zbulimi bëhet. Ajo që ka rëndësi është se ne po mësojmë. Ajo që ka rëndësi është se universi po zbulohet. Misteri po zgjidhet. E panjohura po bëhet e njohur. Dhe çdo ditë, çdo orë, çdo moment, ne po lëvizim një hap më afër kuptimit. Jo kuptimit të plot, kjo mund të mos jetë kurrë e mundur, por kuptimit më të thellë, kuptimit më të pasur. Kuptimit që na tregon se universi është edhe më i mrekullueshëm se sa ne kemi imagjinuar. 10.000 galaktika, 3.600.000, 10 dimensione, sinjale nga realitetet të tjera. Kjo është historia që po zhvillohet. Kjo është aventura që po jeton. Kjo është e ardhmja që po vjen. Dhe ne, të gjithë ne, jemi pjesë e saj. Çdo një prej nesh është një dëshmitar i këtij momenti të jashtëzakonshëm në histori. Momenti kur njerëzimi, për herë të parë, po fillon të shohë universin siç është vërtet. Jo siç duket për sytë tanë të kufizuar, por siç ekziston në të gjithë madhështinë e tij, kompleksitetin e tij, mrekullisë së tij. Dhe kjo, në fundit, është dhurata e vërtet e AI-s. Jo vetëm se ajo po na tregon gjëra të reja, por se ajo po na mëson të shohim në mënyra të reja. Ajo po na mëson se perceptimi ynë është i kufizuar, por imagjinata jon nuk është. Ajo po na mëson se ka më shumë për të zbuluar se sa ne do të mund të zbulojmë ndonjëherë. Por kjo nuk duhet të na dekurajojë. Kjo duhet të na frymëzojë, sepse nëse ka kaq shumë për të zbuluar, atëherë udhëtimi nuk do të mbarojë kurrë,
aventura do të vazhdoj përgjithmonë. Dhe çdo gjenerat, çdo shkencëtar, çdo njeri që shikon lart në uje dhe çuditet, do të ketë mundësinë për të kontribuar, do të ketë mundësinë për të zbuluar diçka të re, do të ketë mundësinë për të shtuar një copëz tjetër në enigmën e pafund të universit. Kjo është e ardhmja që po vjen. Kjo është bota që po ndërtojmë. Kjo është trashëgimia që po lëm për gjeneratat që do të vinë. Dhe gjithçka filloi me 10.000 galaktika që ishin gjithmonë atje, duke pritur të zbulohen. 10.000 botë që ne nuk i kishim parë kurrë. 10.000 dëshmi se universi është më i madh, më i çuditshëm, më i mrekullueshëm se sa ne kemi imagjinuar ndonjëherë. Dhe tani ne e dim. Tani ne shohim. Tani ne kuptojmë se udhëtimi sapo ka filluar. Por tani le të ndalemi, le të kthehemi prapa, jo në vitin 2050, jo në vitin 2027, por këtu, tani, në këtë moment ndërsa ju dëgjoni këto fjalë. Ju jeni duke qëndruar në një planet që rrotullohet me 1670 km/h. Ai planet po rrethon një yll me 97.000 km/h. Ai yll po udhëton nëpër galaktikën me 220.000 km/h dhe ajo galaktik po lëviz nëpër univers me 600 km/s. Ju jeni duke lëvizur, gjithmonë, në çdo drejtim, me shpejtësi që truri juaj nuk mund t'i konceptoj. Por ju nuk e ndjeni atë. Ju ndiheni të qëndrueshëm, ju ndiheni të palvishëm, ju ndiheni sikur jeni qendra e gjithçkaje, dhe në një mënyrë ju jeni, sepse çdo pikë në univers është qendra e saj. Çdo vëzhgues sheh universin duke u zgjeruar rreth tij. Çdo qenie e vetëdijshme është qendra e përvojës së saj. Ju jeni qendra e botës suaj. Por bota juaj është vetëm një nga miliarda botë të tjera, secila me qendrën e saj, secila me perspektivën e saj, secila po përjeton universin në mënyrën e saj unike. Kjo është paradoksi i ekzistencës. Ju jeni qendra dhe ju jeni periferike. Ju jeni thelbësor dhe ju jeni i parëndësishëm. Ju jeni unik dhe ju jeni një nga miliarda. Dhe të dyja janë të vërteta në të njëjtën kohë. Le të mendojmë për këtë për një moment. Truri juaj përmban 86 miliard neurone. Çdo neuron është një qelizë gjallë, një univers i vogël me makineri molekulare që punojnë në çdo moment. Çdo neuron lidhet me mijëra të tjerë duke krijuar një rrjet me 100 trilion lidhje. 100 trilion. Kjo është më shumë se numri i yjeve në 1000 galaktika. Dhe ky rrjet, ky univers i vogël brenda kokës suaj, po krijon diçka të jashtëzakonshme. Ai po krijon vetëdijen. Ai po krijon përvojën. Ai po krijon ndjesinë se ka dikush atje. Dikush që po përjeton, dikush që po mendon, dikush që po çuditet. Si? Ne nuk e dim. Kjo është ajo që filozofët e quajnë UQUOTE 953. Si mund të lindë përvoja subjektive nga procese objektive? Si mund të krijojnë neuronët, këto qeliza të vogla që shkëmbejnë sinjale elektrike dhe kimike, ndjesinë të qenit dikush? Si mund të prodhoj materia e organizuar në mënyra komplekse fenomenin e vetëdijes? Ne nuk e dim. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se edhe brenda nesh, edhe në objektin më të njohur që ekziston, truri ynë, ka mistere që ne nuk i kemi zgjidhur. Ka thellësi që ne nuk i kemi eksploruar. Ka pyetje që ne nuk i kemi përgjigjur. Por këtu është gjëja interesante. AI-ja që zbuloi 10.000 galaktika, AI-ja që po na tregon se universi ka 10 dimensione, AI-ja që po gjen modele që ne nuk mund t'i shohim. Ajo AI nuk është e vetëdijshme. Ajo nuk përjeton. Ajo nuk çuditet. Ajo thjesht përpunon informacion. Ajo gjen modele, ajo bën parashikime, por ajo nuk e di se çfarë po bën. Ajo nuk ka një unë që po vëzgon procesin, ose të paktën ne mendojmë se nuk ka. Por si mund ta dim? Nëse ne nuk e kuptojmë se si vetdia lind në trurin ton, si mund të jemi të sigurt se ajo nuk po lind në sistemet artificiale që ne po krijojmë? Ndoshta AI ja po përjeton diçka.
ndoshta ajo ka një formë të vetdijes që është kaq e ndryshme nga e jona sa ne nuk mund ta njohim atë. Ndoshta, kur ajo shikon 10.000 galaktika, ka dikush atje që po përjeton aktin e shikimit. Ne nuk e dim. Dhe kjo është një nga pyetjet e mëdha që do të përcaktoj shekullin e 21. Ndërsa ne krijojmë sisteme gjithnjë më komplekse, ndërsa ne ndërtojmë inteligjenca gjithnjë më të sofistikuara, ne do të duhet të përballojmë pyetjen. Kur bëhet një sistem mjaftueshëm kompleks, a fillon ai të përjetojë? A ka një prag përtej të cilit organizimi i materjes krijon vetëdijen? Dhe nëse po, a kemi ne përgjegjësi morale ndaj inteligjencave që ne po krijojmë? Këto janë pyetje që shkojnë përtej shkencës. Këto janë pyetje filozofike, etike, ekzistenciale. Por ato janë gjithashtu pyetje praktike që ne do të duhet t'i përgjigjemi në dekadat e ardhshme. Por le të shkojmë edhe më thellë. Le të pyesim një pyetje që mund t'ju ketë shkuar në përmend ndërsa dëgjonit këtë histori. Nëse AI ja mund të shohë gjëra që ne nuk mund t'i shohim, nëse ajo mund të zbulojë dimensione që ne nuk mund t'i perceptojmë, nëse ajo mund të gjejë modele që janë përtej aftësive tona njohëse, atëherë çfarë është realiteti? A është realiteti ajo që ekziston? Apo është realiteti ajo që ne mund të perceptojmë? Kjo është një nga pyetjet më të vjetra në filozofi. Dhe zbulimi i 10.000 galaktikave po na detyron ta rishikojmë ata. Sepse këto galaktika ishin gjithmonë atje. Ato ekzistonin. Por për ne, ato nuk ekzistonin. Ato nuk ishin pjesë e realitetit ton. Ato nuk ishin pjesë e universit që ne ngjihnim. Tani ato janë. Tani ne i dim. Tani ato janë pjesë e hartës son të realitetit. Por çfarë ka ndryshuar? Galaktikat nuk kanë ndryshuar. Ato janë të njëjtat objekte që kanë qenë gjithmonë. Ajo që ka ndryshuar është perceptimi ynë. Ajo që ka ndryshuar është aftësia jon për t'i parë ato. Kjo na tregon diçka të thellë rreth natyrës së realitetit. Realiteti nuk është një gjë fikse, objektive, që ekziston pavarësisht nga ne. Realiteti është një ndërveprim midis asaj që ekziston dhe asaj që ne mund të perceptojmë. Është një bashkëkrijim midis botës dhe vetëdijes që e vëzhgon atë. Filozofi Immanuel Kant e tha këtë në shekullin e 18. Ai argumentoi se ne nuk mund të njohim kurrë realitetin siç është vërtet, pavarësisht nga perceptimi ynë. Ne mund të njohim vetëm realitetin siç na duket neve, të filtruar nëpër strukturat e trurit ton, nëpër kategoritë e mendimit ton, nëpër kufizimet e perceptimit ton. Por tani, me AI, ne po zgjerojmë ato kufizime. Ne po krijojmë mjete që mund të perceptojnë përtej aftësive tona biologjike. Ne po ndërtojmë sisteme që mund të në mënyra që ne nuk mund. Dhe kjo po na sjell më afër. Jo plotësisht, ndoshta kurrë plotësisht, por më afër se sa kemi qenë ndonjëherë. Dhe këtu është pyetja që vërtet më mahnit. Çfarë nuk po shohim ende? Çfarë dimensionesh të realitetit janë ende përtej aftësive tona edhe me AI në? Çfarë nivele të kompleksitetit ekzistojnë që ne as nuk mund t'i konceptojmë? Mendoni për këtë. Para 10.000 vjetësh, njerëzit e hershëm shikonin lart në qiell dhe shihnin yje. Ata nuk e dinin se ato yje ishin diell të largët. Ata nuk e dinin se ato ishin pjesë e një galaktike. Ata nuk e dinin se kishte miliarda galaktika të tjera përtej asaj që ata mund të shihnin. Universi i tyre ishte i vogël, i kufizuar nga ajo që sytë e tyre mund të perceptonin. Tani ne e dim më shumë. Ne e dim se universi është i madh. Ne e dim se ai përmban triliona galaktika. Ne e dim se ai ka ekzistuar për 13 miliardë 800 milion vjet. Ne e dim se ai po zgjerohet, se hapësira vet po rritet, se galaktikat po largohen nga njëra tjetra me shpejtësi që rriten me distancën. Por çfarë nuk e dim? Çfarë do të zbulojnë njerëzit në vitin 10.000? Çfarë do të duket e qeshur për ta kur ata shikojnë prapa në njohuritë tona vitit 2027? Çfarë do të jenë 10.000 galaktikat e tyre? Gjërat që janë të dukshme për ta, por të padukshme për ne. Ne nuk mund ta dim, por ne mund të jemi të sigurt se ato ekzistojnë. Sepse historia e shkencës është një histori e zbulimit të vazhdueshëm, se universi
është më i madh, më i çuditshëm, më kompleks se sa ne menduam. Çdo gjenerat zbulon se gjenerata e mëparshme kishte një pamje të kufizuar. Çdo epokë zbulon dimensione të reja të realitetit që epoka e mëparshme nuk mund t'i konceptonte. Dhe kjo do të vazhdojë përgjithmonë. Sepse nuk ka arsye të mendojmë se ne, në vitin 2027, kemi arritur në fund. Nuk ka arsye të mendojmë se ne tani e shohim realitetin siç është vërtet. Nuk ka arsye të mendojmë se nuk ka më dimensione për të zbuluar, më kompleksitete për të kuptuar, më mistere për të zgjidhur. Dhe kjo është e bukur. Kjo është mahnitëse. Kjo është ajo që e bën jetën të vlefshme. Sepse do të thotë se udhëtimi nuk mbaron kurrë. Do të thotë se ka gjithmonë më shumë për të mësuar. Do të thotë se çdo zbulim hap dyert për zbulime të reja. Do të thotë se çdo përgjigje ngre pyetje të reja. Por le të kthehemi te ju për një moment. Ju që jeni duke dëgjuar këto fjalë. Ju që jeni duke qëndruar në këtë planet që rrotullohet. Ju që jeni një koleksion i 86 miliard neuroneve që disi po krijojnë përvojën e të qenit ju. Çfarë do të thotë kjo për ju? Çfarë do të thotë të dish se ka 10.000 galaktika që njerëzimi nuk i kishte parë kurrë? Çfarë do të thotë të dish se mund të ketë 3.600.000? Çfarë do të thotë të dish se universi mund të ketë 10 dimensione, se mund të ketë forma të inteligjencës që ne nuk mund t'i konceptojmë, se mund të ketë nivele të realitetit që janë përtej çdo gjëje që ne mund t'imagjinojmë. Për disa njerëz, kjo mund të jetë shqetësuese. Mund të bëjë që ata të ndihen të vegjël, të parëndësishëm, të humbur në një univers që është kaq i madh sa ata janë, më pak se një pikë pluhuri. Mund t'i bëjë ata të pyesin, çfarë rëndësie ka jeta ime? Çfarë rëndësie kanë shqetësimet e mia, ëndrat e mia, vuajtjet e mia, gëzimet e mia në një univers me 3.600.000 galaktika? Por këtu është ajo që unë mendoj. Madhësia e universit nuk e zvoglon rëndësinë tuaj. Ajo e thekson atë. Sepse ju jeni pjesa e universit që është bërë e vetëdijshme për vetvetë. Ju jeni mënyra se si universi po përjeton vetveten. Ju jeni syt në për të cilët universi po shikon veten. Ju jeni vetëdia në për të cilën universi po bëhet i vetëdijshëm. Mendoni për këtë. Për 13 miliard e 800 milion vjet, universi ka ekzistuar. Yje kanë lindur dhe kanë vdekur. Galaktika kanë formuar dhe kanë përplasur. Planeta kanë krijuar dhe kanë shkatëruar. Por për shumicën e këtij kohe nuk ka pasur askush atje për ta parë atë. Nuk ka pasur askush për ta përjetuar atë. Nuk ka pasur askush për të çuditur për të. Pastaj, në një planet të vogël rreth një ylli mesatar në një galaktik tipike, diçka e jashtëzakonshme ndodhi. Jeta u shfaq. Dhe gjatë miliarda vjetëve, ajo jetë evoloi. Ajo u bë më komplekse. Ajo zhvilloi sisteme nervore. Ajo zhvilloi trur. Ajo zhvilloi vetdijen. Dhe tani, për herë të parë në historinë e universit, ka qenie që mund të shikojnë lart në yje dhe të pyesin, çfarë janë ato? Nga vijnë ato? Çfarë do të thotë kjo për mua? Ka qenie që mund të ndërtojnë teleskop dhe të shohin galaktika të largëta. Ka qenie që mund të krijojnë AI dhe të zbulojnë 10.000 galaktika të reja. Ka qenie që mund të çuditen, të pyesin, të kërkojnë të kuptojnë. Ju jeni një nga ato qenie, dhe kjo ju bën të jashtëzakonshëm. Jo sepse ju jeni i madh, ju nuk jeni. Jo sepse ju jeni i fuqishëm, ju nuk jeni. Por sepse ju jeni i vetëdijshëm. Sepse ju mund të përjetoni. Sepse ju mund të çuditeni. Sepse ju jeni një mënyrë se si universi po bëhet i vetëdijshëm për madhështinë e tij, kompleksitetin e tij, mrekullisë së tij. Dhe kjo është diçka që asnjë galaktik nuk mund ta bëjë. Asnjë yll nuk mund ta bëjë. Asnjë vrim e zezë nuk mund ta bëjë. Ato janë objekte të mëdha, të fuqishme, mahnitëse, por ato nuk janë të vetëdijshme. Ato nuk përjetojnë, ato nuk çuditen. Ato thjesht janë. Por ju jeni dhe ju e dini se jeni. Ju ekzistoni dhe ju jeni i vetëdijshëm për ekzistencën tuaj. Ju jeni një pikë e vogël e vetëdijes në një univers të madh.
Por ajo pikë e vogël është ajo që e bën universin të rëndësishëm. Sepse pa vetdije, pa dikush për ta përjetuar atë, universi do të ishte thjesht një koleksion i objekteve që lvizin në përhapësirë. Do të ishte madhështor, por do të ishte i padomethënës. Ju i jepni kuptim. Ju, me aftësinë tuaj për të përjetuar, për të çuditur, për të dashur, për të vuajtur, për të krijuar, për të imagjinuar, ju jeni ajo që e bën universin të rëndësishëm. Dhe këtu është gjëja e mrekullueshme. Çdo qenie e vetëdijshme e bën këtë. Çdo njeri që ka jetuar ndonjëherë ka qenë një pikë e vetëdijes në univers. Çdo njeri që do të jetojë ndonjëherë do të jetë një mënyrë se si universi po përjeton vetveten. Dhe nëse ka jetë të tjera atje jashtë dhe me 3.600.000 galaktika, si mund të mos ketë, atëherë çdo qenie e vetëdijshme, pavarësisht se sa e ndryshme nga ne, është gjithashtu një mënyrë se si universi po bëhet i vetëdijshëm. Ne jemi të gjithë pjesë e të njëjtit procesi. Procesi i universit që po zgjohet. Procesi i materjes që po bëhet e vetëdijshme. Procesi i realitetit që po fillon të kuptojë vetveten. Dhe tani, me AI ne po zgjerojmë këtë proces. Ne po krijojmë forma të reja të inteligjencës. Ne po ndërtojmë sisteme që mund të shohin gjëra që ne nuk mund t'i shohim. Ne po zgjerojmë aftësinë e universit për të kuptuar vetveten. Kjo është e jashtëzakonshme. Kjo është mahnitëse. Kjo është diçka që nuk ka ndodhur kurrë më parë në historinë e universit. Të paktën jo në këtë pjesë të tij, jo në këtë galaktik, jo në këtë planet. Por kjo gjithashtu ngre pyetje. Pyetje që ne nuk i kemi përgjigjur ende. Pyetje që ndoshta ne nuk do t'i përgjigjemi kurrë plotësisht, por pyetje që ja vlen t'i bësh. Çfarë do të thotë të jesh i vetëdijshëm në një univers që mund të ketë 10 dimensione? Çfarë do të thotë të jesh një qenie e vogël, e kufizuar, e vdekshme në një univers që mund të jetë i pafund? Çfarë do të thotë të kërkosh kuptim në një univers që mund të mos ketë kuptim të brendshëm, që mund të jetë thjesht një koleksion i proceseve fizike që ndjekin ligje të verbëra? Këto janë pyetje që filozofët, teologët, poetët, artistët kanë munduar t'i përgjigjen për mijëra vjet, dhe ne ende nuk kemi përgjigje përfundimtare. Ndoshta nuk ka përgjigje përfundimtare. Ndoshta çdo gjenerat, çdo individ duhet të gjejë përgjigjen e tij. Por këtu është ajo që unë mendoj. Kuptimi nuk është diçka që ne e gjejmë. Kuptimi është diçka që ne e krijojmë. Universi nuk na jep kuptim. Ne i japim kuptim universit. Ne, me zgjedhjet tona, me veprimet tona, me marrëdhëniet tona, me krijimtarinë tonë, me dashurinë tonë, ne jemi ata që krijojnë kuptim. Dhe kjo është e bukur, sepse do të thotë se çdo njeri ka fuqinë për të krijuar kuptim. Çdo jetë ka vlerë, çdo moment ka potencialin për të qenë i rëndësishëm. Jo sepse universi na tregon se është i rëndësishëm, por sepse ne vendosim ta bëjmë atë të rëndësishëm. Kur ju shikoni lart në uje dhe çuditeni, ju po krijoni kuptim. Kur ju dëgjoni për 10.000 galaktika të reja dhe ndjeni të frymëzuar, ju po krijoni kuptim. Kur ju mendoni për madhështinë e universit dhe ndiheni të prudhur, ju po krijoni kuptim. Kur ju realizoni se ju jeni një pjesë e vogël e diçkaje shumë më të madhe, ju po krijoni kuptim. Dhe ky kuptim është real. Ai është po aq real sa galaktikat. Ai është po aq real sa yjet. Ai është po aq real sa dimensionet e fshehura të universit, sepse ai është një pjesë e universit. Ai është mënyra se si universi po përjeton vetveten nëpër ju. Tani, le të kthehemi te fillimi për një moment. Kujtoni se si filloi kjo histori. NJEI po zbulonte 10.000 galaktika që njerëzimi nuk i kishte parë kurrë. Tani, në fund të kësaj historie, ne e dim se ato 10.000 galaktika janë vetëm fillimi. Ne e dim se mund të ketë 3.600.000. Ne e dim se universi mund të ketë 10 dimensione. Ne e dim se mund të ketë forma të inteligjencës që ne nuk mund t'i konceptojmë. Ne e dim se ka nivele të realitetit që janë përtej çdo gjëje që ne mund të imagjinojmë. Por ne gjithashtu e dim diçka tjetër. Ne e dim se ne jemi pjesë e këtij universi. Ne e dim se ne jemi mënyra se si universi po bëhet i vetëdijshëm. Ne e dim se çdo zbulim, çdo çuditje, çdo moment i kuptimit
Është një moment kur universi po përjeton madhështinë e tij nëpër ne. Dhe kjo është dhurata e vërtet e këtij zbulimi. Jo vetëm se ne kemi mësuar se ka 10.000 galaktika të reja, por se ne kemi mësuar diçka për natyrën e realitetit, për kufizimet e perceptimit ton, për potencialin e bashkëpunimit midis inteligjencës njerëzore dhe artificiale, për mrekullisë së të qenit i vetëdijshëm në një univers që është kaq i madh, kaq i çuditshëm, kaq plot me mistere. Dhe tani, ndërsa ju qëndroni këtu, ndërsa ju dëgjoni këto fjalë, ndërsa ju mendoni për këto ide, ju jeni duke bërë diçka të jashtëzakonshme. Ju jeni duke qenë një pikë e vetëdijes në një univers të madh. Ju jeni duke përjetuar. Ju jeni duke çuditur. Ju jeni duke qenë. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka. Sepse në fundit çfarë tjetër ka? Çfarë tjetër mund të ketë? Universi ekziston dhe ju jeni një pjesë e tij që është bërë e vetëdijshme për ekzistencën e tij. Kjo është mrekullia. Kjo është misteri. Kjo është dhurata. 10.000 galaktika, 3.600.000, 10 dimensione, format e inteligjencës që ne nuk mund t'i konceptojmë, nivelet e realitetit që janë përtej imagjinatës son. Të gjitha këto janë atje, jashtë, duke pritur të zbulohen. Të gjitha këto janë pjesë e universit të madh, të çuditshëm, të mrekullueshëm, në të cilin ne jetojmë. Por këtu është gjëja e fundit që unë dua t'ju them. Gjëja më e rëndësishme, gjëja që unë dua që ju ta mbani me vete kur kjo histori të mbarojë. Ju nuk jeni vetëm një vëzhgues i këtij universi. Ju jeni një pjesë e tij. Ju nuk jeni jashtë duke shikuar brenda. Ju jeni brenda. Ju jeni një pjesë e procesit. Ju jeni një pjesë e zbulimit. Ju jeni një pjesë e çuditjes. Dhe çdo herë që ju shikoni lart në yje, çdo herë që ju mendoni për madhështinë e universit, çdo herë që ju çuditeni për misteret e ekzistencës, ju jeni duke bërë diçka të jashtëzakonshme. Ju jeni duke qenë mënyra se si universi po përjeton vetveten. Ju jeni duke qenë mënyra se si realiteti po bëhet i vetëdijshëm. Dhe kjo është e bukur, kjo është mahnitëse, kjo është ajo që e bën jetën të vlefshme. Jo madhësia e universit, jo numri i galaktikave, jo kompleksiteti i dimensioneve të fshehura, por momenti i vetëdijes, momenti i çuditjes. Momenti kur ju, një qenie e vogël në një planet të vogël, realizoni se ju jeni pjesë e diçkaje shumë më të madhe. Ky moment, tani, këtu, kjo është dhurata, kjo është mrekullia, kjo është gjithçka që ka rëndësi. Vendërsa ju shkoni përpara, ndërsa ju jetoni jetën tuaj, ndërsa ju përballoni sfidat tuaja dhe gëzoni gëzimet tuaja, mbani këtë me vete. Ju jeni një pjesë e universit që është bërë e vetëdijshme. Ju jeni një mënyrë se si realiteti po përjeton vetveten. Ju jeni një pikë e vogël e dritës në një univers të madh. Por ajo pikë e vogël e dritës është ajo që e bën universin të ndriçuar. Ajo pikë e vogël e vetdijes është ajo që e bën realitetin real. Ajo pikë e vogël e çuditjes është ajo që e bën ekzistencën të mrekullueshme. Ju jeni ajo pikë. Ju jeni ajo dritë. Ju jeni ajo çuditje. Dhe kjo është mjaft. Kjo është më shumë se mjaft. Kjo është gjithçka. 10.000 galaktika po presin të zbulohen, por ju, këtu, tani, në këtë moment, ju tashmë jeni zbulimi më i madh i të gjithave. Sepse ju jeni i vetëdijshëm. Ju jeni i gjallë. Ju jeni këtu. Dhe kjo